Përshëndetje shikues të podcastit Thuja Gjergjit, duke qenë se jemi në prag të 581 vjetorit të beslidhjes së Lezhës, do të ndalemi pikërisht te kjo datë, kjo ngjarje, rëndësinë që ka qyteti dhe sigurisht për çdo çfarë do ta shoqëroj këtë ngjarje në Lezhë. Për të biseduar për 2 marsin, por jo vetëm, kam të ftuar historianin Paulin Zefi, i cili në fakt është edhe përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Lezhës. Paulin, faleminderit dhe mirë se erdhët. Faleminderit ty, falenderoj shumë për ftesën. Për mua është ndjerë dhe kënaqësi, të uroj sukses në këtë nismë të re, ty edhe bashkë me Elidonin. Ju përgëzoj për emisionet e para, edhe kam me të vërtetë deri në kënaqësi që më pranishëm këtu. Faleminderit Paulin. Pyetja e parë që lind natyrshëm, duke qenë se bëjmë fjalë për një nga ngjarjet më të rëndësishme të kombit shqiptar, Beslidhja e Lezhës, dhe pa diskutim vjen si një thirrje, por edhe për të kuptuar pse nuk shpallet 2 marsi fest kombëtare që sigurisht mund të marrë një tjetër vlerë për gjithë kombin, jo vetëm për Lezhën. Atëherë, në fakt, është pyetje që më bën shumë veta mua personalisht. Është pyetje që unë ja bëj të tjerëve në këtë rast. Jo pse nuk shpallet, pa shumë e çuditshme pse nuk është shpallur. Do të ta shtroj pyetjen, pse nuk është shpallur. Kemi data të tjera të rëndësishme, edhe sipas rëndësisë tyre, që janë shpallur festa kombëtare, festa zyrtare. Kemi edhe festa dhe ngjarje që faktikisht përballë 2 marsit eklipson totalisht përballë tij. Madje edhe festa 28 nëntorit, për nga rëndësia, përballë 2 marsit vjen në rang të dytë, krahasim me 2 marsin. Është e çuditshme, e pa falshme, faktikisht edhe e pa kuptim dhe e pa konceptueshme, mund ta them në fund, se nuk është festë kombëtare sot. Ne kemi bërë përpjekjet tona për ta korrizuar, po themi, këtë gabim që faktikisht e kanë bërë të tjerë përpara nesh. Edhe këtu bashkëfajtor janë të gjithë, autoritetet shtetërore, po them që nga periudha e krijimit të shtetit shqiptar dhe deri në ditën e sotme, nëse Ahmet Zogu është i pari që e shpalli dha statusin, ai është i pari dha statusin Gjergj Kastetit Skënderbeu si hero kombëtar, s'kishte nevojë për status, por flas për status zyrtar, si hero kombëtar. Ja njohu atributet duke e futur në pasaporta, duke e futur në letër njoftimet e kohës, duke e futur në kartë monedhat e kohës e tjerë, pra duke përdorur simbolet e tij në heraldikën shtetërore edhe në simbolet zyrtare të shtetit shqiptar, por që nga ajo kohë, domethënë nuk është bërë asgjë konkrete për shpalljen e 2 marsit. Ndërkohë që shtetet të tjera perëndimore, po qofshin edhe ato dhe shtetet vendeve të tjera të botës, në anë të tjera, si festë të rëndësishme kanë ditën e bashkimit. Ose ditën e pavarësisë së sqarimit. Ne kemi ditën e pavarësisë, po do të jetë dita e bashkimit. Pse të kemi thënë? Është 2 marsi. Hedhën themelet e shtetit të parë të unifikuar arabë, që s'mund të flasim me terma sot shqiptar. Pra, që nga atëherë dhe deri më sot, ne kemi marrë nisë konkrete, ndërkohë që do të ishte festa jo më e rëndësishme. Për kuriozitet, a u japin ndonjëherë një përgjigje se pse nuk shtyhet më tej edhe kjo fazë që ka arritur sa që është paraqitur në komision parlamentar, duhet të pranojmë, po atëherë janë nisë disa si se din kryebashkiakët e qytetit edhe paravarësit e zotit Ndreu kanë bërë kërkesë. Ashtu si zoti Ndreu dhe ata kanë bërë kërkesë për ta shpallur 2 marsin festë zyrtare. Madje edhe kryetari aktual i bashkisë, Pierre Ndreu, ka marrë iniciativë personale, ka lëbuar personalisht për ta shpallur festë zyrtare tek presidenti i Republikës në rastin konkret. Për sa i përket iniciativës që kemi marrë bashkë me deputetin Eduard Ndrejt, iniciativë me të vërtetë shumë e bukur. Ja kemi nisur në fillim në Zanafill gjatë një bisede të shkurtër, siç po bëm bashkë me ty, miqësore, sepse ne kemi qenë student bashkë, kemi marrë shkollën bashkë, kemi shok të vjetër. Edhe kam një merak, siç e kishte ai, kishte unë kemi shumë. Edhe dua që ta marrë si iniciativë, se uroj zoti arrim për ta shpallur festë zyrtare. Përgatitim projekt listën për ta paraqitur projekt listën, u bën 2 vite faktikisht është paraqitur si propozim. U diskutua në komision, u miratua në komision, kaloi në dorën e kryeministit, mund të themi në zyrën e kryeministrit, doli nga zyra e kryeministit për të miratuar. Ne pritem që në tetor të shpallet faktikisht të marrë statusin si festë zyrtare. Nuk u bë. Ishte ideja për ta shpallur festë honorifike, gjëja sikur kemi shumë festa. Në fakt, ne kemi shumë festa. 14 festa zyrtare plus e fundit që u shpall. Festa e alfabetit, okay, 15. Kjo është e 16. Në fakt do të ishte e para, po edhe tjetër 16. Po them të heqim festa të tjera. Nuk na bën domethënë një festë më shumë. Jo për të qendruar pushim, se ne kemi pushim. Këtë ditë kemi punë, bila shumë e rëndësishme, përgatitemi edhe 2 muaj përpara, siç kemi bërë gjithmonë. Por këtë ideja është këtu. Unë shpresova shumë, unë Eduardi, shpresova shumë se do të shpallë festë zyrtare dhe pas nesër ne kur fillojmë festimet me datën 1 dhe me 2 ta kremtonin edhe si festë zyrtare. Nuk u arrit dhe arritoi pjesa tjetër që do flasim më vonë, por e bukur do të ishte se kremtohet si festë zyrtare. Nuk u arrit këtë. Përgjigjen e Allah, ndonjë përgjigje? Përgjigja që nga ajo kohë atje ndodhen ato trazion në parlament me opozitën, Djegja ka rrjedhur para parlamentit, u shty si konsultim, po them për ta hedhur për votim. Jo u harrua, por vazhdoi të kushtojë deri më sot.
akoma. Janë miratuar disa ligje, po vetëm ajo. Kjo akoma s'ka kaluar për miratim në parlament. Si përshkruan kontekstin e 2 marsit 1444, çfarë faktorësh ndikuan në atë kohë për të realizuar këtë organizim, që në fakt fillimisht ishte bashkimi, dhe për një pjesë të mirë që nga njerë ne na vjen keq, po ishte edhe përfaqësues nga Serbia, pra janë edhe disa element. Shumë mirë se më bëni si pyetje, sepse ka autorë edhe shqiptar faktikisht. Ka autorë që mundon t'i shmangin. Jo mundon t'i shmangin. Disa mundon t'i shmangin, disa japin edhe konotacion siç duan vetë. Shumë autorë shqiptarë, në fakt për to është e pafalshme, thonë një aleancë ballkanike. Faktikisht nuk ka qenë aleancë ballkanike, për masat e saj aleancë kanë qenë aleancë shumë e fuqishme ushtarake dhe politike, por edhe ekonomike në njëjtën kohë. Por ai princi i Malit Zi, Stefan Çernojeviçi, e kam theksuar edhe në studio televizive dhe në emision me Marin Mehmet, për në rasti i fundit, po themi, nuk ka qenë slav, që se morën sot slav. Atjere, për atë kapen, të kjo pjesa, Gjoja kanë qenë slav. Disa autor mundon mi dzjenë edhe Balshet, duke i përmendë si Balshiq, Gjoja me trajtën e slavizuar. Balshet janë arbër, kulluar, po ashtu edhe Çernojeviçit nga familja Gjurashve. Ortodoks të slavizuar, që me kalimin e kohës, si që përmend Dimitër Nikolaj Jorga, thot, ato janë slav pa e ditur se pse janë slav. Nuk pa e ditur arsyetën se janë slav. Pra, ishin gjithë shqiptarë. Ortodoks të slavizuar, të cilët, falë ndikimit fort të mitropolisë ortodokse të Malit, Zetës, po themi, me qenën Cetinje, që ishte në varësinë e patriarkanes ortodokse serbe, u bë mundur se siç ndodhen në fisë më vonë dhe i fundit fisi i Kuqit, se janë ortodoksët, thonë ne jemi malazez, po ti pyes shqiptarët koja Kuqit janë katolik, themi jemi shqiptar, pjesa tjetër përfshi dhe një nip madje Jakub Ferri, që janë musliman, deklarohen si bosnjak. Faktikisht të gjithë këto vetëm në Ballkan ndodh se besimi fetar përcakton kombësinë, që nuk ka lidhje fare me kombësinë. Por prunë si shembull fisin e Kuqit. Pra njëta gjë ka ndodhur se ti kthem edhe gjurashve, të cilët përmend Çernojeviç, do të thonë Crna, dhe nga fjala vjeta slav, serbe, që do thotë e zezë, Crnagora, malet e zeza. Pra, terminologjinë historike, literaturë historike është gjithmonë haset si Montenegro, në trajtjen e latinizuar kuptohet italianizuar, por në faktikisht emri i vjetës sa ka qenë Zeta. Zeta e përmeshte Mali i Zi sot me pjesë e madhe, Zeta poshtë me përfshin edhe Lezhën madje. Sa kohë ju desht Skënderbeut për ta thirrur këtë mbledhje të princave, po flasim nga fillimi në fund, telefon s'kishte, vetëm kuaj. Atëherë, se mund ta përshkruajmë, është e vështirë të bëhet retrospektive shkurtër historike, të mbledhur një fjali me pak minuta, gjithë përpjekjet titanike për të mbledhur gjithë princët. Po çka ndodh? Kur u kthye në Krujë, mori Krujën, gjithë edhe këto është një gabim i vogël, laps ose është fiksuar në historiografinë zyrtare. Kryja u shtrirua me 28 nëntor. 1443. Nuk është liruar me 28 nëntor. Ngritur flamuri dhe është fronzuar që është ka shtetin e bërë. Kryja është liruar disa ditë më parë, mes datave 11 dhe 15 nëntor të atij muaji. Dhe çka ndodh? Në datën 28 për herë parë princat ato që u paraqiten, gjatë froncimit, kthimit që është ka shtetin e bërë në fronin e tij, të Gjonit, pra, gjatë ceremonisë së froncimit të tij, të ardhës në fron, morën pjesë vetëm kunetet e tij, princat. Princi Malit Zi në fjalë se Stefan Çernojeviçi e kishte pamundur të merrte pjesë, dërgoi delegat përfaqësues të tij. Për arsye familjare vetë kishte pamundur të merrte pjesë. Pra me të afërmit ju përgjigjen shumë shpejt. Pra që nga çlirimi, po themi, dhe deri me shpallën brenda maksimumi brenda 2 javësh në organizimi shkojnë vetëm rreth i afërt familjare dhe këto kishte lidhje krushësimit edhe familjare. Por për përgatitur beslinë e Lezhës, përgatitja ka nisur më një herë, sepse i duhet të shtironte pasi mori Krujën, duhet të shtironte kështillat e tjera të kastriotëve. E dytë ishte radhën e kishte Petrela, u shtirua Petrela fillim vjetorit. Pas Petrelës u shtirua Petralba në Mat, guri i bardhë i sotëm. Dhe pas Petralbës Mat u shtirua Stelushi prap në Mat. Kaloja Varoshës, kaloja Skënderbeu, i thonë lindjet Mat. Na mbeti pak kohë për u shtiruan edhe kështillat të tjera derisa ngeli Svetigradi e fundit, të kështillat e rëndësishme flas të kastriotëve. Svetigradi e shtirua në prag të mbeti pak kohë për të lënduar njerëzit. Për ashtu sa mjaftoi brenda muajit dhjetor, kur domethënë po themi një sulm masiv i ushtrisë së Gjerskasit dhe Skënderbeut në çlimin e vendit ku u përkrah masivisht nga popullsia vendase, shumë garnizone u dorëzuan pas kurse u dorëzuan, pas asaj që ndodhi në Krujë masakrës në Krujë, u dorëzuan pa luftë kështillat. Svetigradi rezistoi. E la Svetigradin në rrethim për ta sliruar në komandën e përgjithshme të Mosi Golemit, i cili i dha edhe gradën e tjera dhe komandanti i forcave kufitare, trupeve kufitare. Dhe Gjerskasi i Skënderbeu u kthye në Krujë. Krishtinët e atij viti, nëse mund ta përmendem pa fjalë dalim te 2 marsi, krishtinët e atij viti, 1443, ishin krishtinë madhështorë që kishte festuar në herë në vendin jonë, ose pa zotrimet e kastriotëve apo, principata e kastriotëve. Pse? Ndodhi konvertimi në krishtrim i Hamzait,
Nipi Gjerskasioti kishte lidhur nga nënën turke, ishte qenë i pagzuar si Gjergji, i cili kishte qenë krishterë dhe thjesht u rikthyer besimin e tij të parë. U konvertua Hamzaj edhe djem të tjerë arbër se kishin shoqëruar nga 300 kalorë që erdhën nga betejë e Nishit e 3 nëntorit 1443. Edhe u bën festë madhështore. Menjëherë pas festimit të Krishtlindjeve, se nuk festonin vitin e ri sikur sot, festa martësisht, sigurisht ishte Krishtlindja. Në fund të këtij viti, në vitin 43, në fillim vitin 1444, Gjerskasioti hodhi tavolinë idenë për krijimin një aleance gjithëpërfshirëse. Pse do ta mendoj diçka të tillë? Ishte sigurt në kundërpërgjigjen e Sultan Muratit II. Tursit Osman nuk sulmonin kurrë, nuk u zhvilluan fushata në dimër, por në fund pranë verës, gjatë verës do të rriqeshin në vjesht, kur fillonin shirat e vjeshtës. Pra ishte sigurt edhe siç ndodhi gjatë 25 viteve, ato të kundërpërgjigjeshin pranë verë. Në rastin kur ndodhi në verë me 29 qershor. Atëherë për t'i bërë ball, sepse kishte trupat pamjaftueshme, kuptohet, për t'i bërë ball një kundërsulmit të Osmanëve, Sultan Muratit II, vendos të organizojë një aleancë zgjedhur për përfshishin gjithë princat arbër. Rolin kryesor do ta përmend këtë lundë e kryeshësia, se pjesa më e madhe e princave që u ftuan ishin kunetrit e Gjerskasiotit. Ose i kishte dhënë motrat për nuse, ose kishte lidhje tjera martësore, ky vet familja e tij, kushtet e tij, rreth i ngushtë familjar i Gjergjit. Pjesa tjetër ishin aleat natyrshëm, sepse i bashkontar miku i përbashkët, rreziku i përbashkët. Flasëm akoma për 10 orë. Po, 10 orë. Atëherë, pasi u hartua projekti, u diskutua kjo veçantë pse u zgjodhi Lezhë, u diskutuan disa variante. Në Krujë nuk mund zhvilloj zerës, është e kuptueshme. Ne a jemi pasardhës shqiptarë, pasardhës të arbërë. Xhelozia do të bante të vetën. Nuk do t'i përgjigjeshin ftesës një pjesë e tyre për të shkuar në Krujë, në kryeqendrën e Principatës Kastriotëve. U hodh varianti Apollonia. Apollonia ka qenë thjesht një fshat, por kishte lavdinë e dikushme. Nuk u pranon Apollonia. Atëherë, hodhen varianti madje edhe Zhabjakun, me bollën Zhabjak, Malzi, kryqëzitetin e princit Malitzit, Zetës, pra, Stefan Çerrejevicit. Nuk u pranon aty. U hodhen shumë variante. Pse u zgjodhi Lezhë? Nuk ishte thjesht se ishte vend neutral, arsyet janë të thjeshta. Lezhë që nga viti 1393 ishte nën venecianët, në Republikën Veneciane. Jo e pushtuar, do të theksojmë, nuk e pushtuar venecianët. Ishin vetë dugazinastit që ja dorëzuan Republikës Veneciane me koncesion, duke ruajtur një pjesë të ardhën e qytetit, derisa 1401 ja dorëzuan plotësisht. Po. Atëherë, duke qenë se ishte kryeqendra e vjetër, kryeqyteti i vjetër i dugazinëve, tërhiqet dugazinët. Duke qenë vend, po themi, neutral, sepse nuk i përkiste asnjë princi i arbër, pra nuk ishte një jurisdiksionin e tyre, do të tërhiqte gjithë princat e tjerë, të cilët nuk mund pranonin të vinin as në territor dugazinës, as në territor kastriot, apo në një territor tjetër, zotërime të tjera. E tjetra, si ishte shumë e bukur, tregon edhe larg pamësinë, po themi, gjeostrategjinë e Gjerskastrotit Skënderbeu dhe njohësi shkëlqyri gjeopolitikës, e zgjodhi pikërisht Lezhën tashmë, arsyeja e dytë, pikërisht ishte territor venecian, për ta përfshirë Venecian në konflikt në perandorinë osmane. Pra është një manovër shumë e zgjuar politike e tij. Që asë një si venedikas. Po, në territor venecian në mënyrë se osmanët merrin vesh gjithçka që ndodhte në vendin tonë, kuptoj. Siç kanë vesh kishte sigurimin sekret edhe këtu në qendrën e perandorisë. Eksakt, e kishte shikun e llaj. Atëre, shërbimi sekret i kohës ka qenë shumë i sofistikuar, kishte ardhur nga perandoria osmane, kishte lidhjet e vjetra miqësore në perandorinë osmane. Prandaj kishte informacionin, domethënë, të plotë dhe të sigurt nga rrjeti i tij informativ i kohës. Atëherë, u zgjodhi Lezhë për të përfshirë edhe Venecian në konfliktin e perandorinë osmane. Kjo është zgjedhja e Gjergjit. Atëherë, kur u dërguan ftesat e dërguara më gjatë muajit të shkurt. Pak a shumë lë për të kuptuar Marin Barleti, lë për të kuptuar në atë kohë dhe Dimiter Frangu, bashkosi i Gjerskastriotit, që më vonë bën shqiptari. Si ftesat, kurioz. Ftesat sigurisht janë sepse nuk janë se dasma sot, besoj. Nuk e di më në termin shkus dhe Mars. Patjetër. Me shkus dhe Mars kanë qenë, pra. Dërgoi ftesa me shkrim, ftesa me shkrim, dërgoshin kalorë të posaçëm, kasnec qoshin, lajmetar, pra si kasnec, të cilët përveç se i ftonin me letër, i ftonin edhe personalisht, edhe një pjesë e madhe e tyre dhe i shoqëronin si trup roja për të ardhur në Lezhë. Gjithë konfirmuan pjesëmarrjen, të gjithë princat morën pjesë nga jugu në veri, nga perëndimi dal detin Adriatik dhe deri në lindje. Gjithë territoret e sliruara nga perandoria osmane. Po mjaftojnë pak javë për të shkuar nga Kruja në Malzi, nga Kruja në Janin dhe për të ardhur në kohë. Se kemi pasur së kohë në zotërim arbrit, e kupton. Po themi me që shkufirimi i afërt të Shqipërisë, domethënë, nëse mund të themi, në më i lartë që kanë marrë pjesë, kanë ardhur delegatët e Himarës. Zotërit e Himarës kanë qenë nën po themi nën zotërimin si territor, nën zotërimin e Aranitëve, se Aranitët kanë pas një principat ndarë dy pjesë, pjesë në veri dhe pjesë shkputur në jug, dhe ishin muzaka që ndronin mes lumit Ostom dhe Vjosa. Dhe i ftuan ato ishin po themi më të largët në jug, kurse më i largët në veri, në skajt më veriore ishin Spanët ose Shpanët, në Alpët shqiptare, edhe deri sa shkonin edhe po themi
edhe deri në pjesën territore e veriut të Kosovës. Sa kohë duhet këtij lajm si për shkuar, për marrë përgjigjen, po dhe për të nisur ai pastaj. Për përmendni shembull, flas për kalorësia e kohës. Sot them për kamësor, me kalorësi, kur marshonin për betejë, Gjergj Kastell Skënderbeu, standard ishte 70 km në ditë. Kalorësia. 70 km në ditë. 70 km në ditë, nëse marshojnë me shpejtësi për të shkuar në luftë. Nëse kanë marshuar në mënyrë të qetë, jo me galop, kuajt, sigurt, ato ka qenë krejt normale se brenda një dite, të paktën ti përshkoni brenda një dite, po them, ti përshkoni 50 km. Në kushte krejt normale. Kështu që maksimumi 3 ditë jashtë dashur. Pra atëherë, sa për llogarisim jo me distancë sot me rrugët moderne, por me shtigjet që ekziston asaj kohe, sepse rrugët kryesore ishin të shtuara me kaldrëm. Kanë zakonisht ka lëviz shtigjeve, terreni jonë ishte eksakt sa makinat para 90-s në rrugët atëre, me rrugët me kthesë kanë qenë. Eksakt. Pra i ka mjaftuar gjithë ky proces është kryer brenda një muaji. Çfarë gjetën vërtet në Lezhë? Atëre, ne mund të thojmë Lezhën atëre. Përshkrimi me afër në kohë i zgjedhjes Lezhës është Ciriaku Anconës, historian italian, Ancona nga vetë emri. Ai përshkruan faktikisht muret e Lisit, muret antike të Lisit, ka zhvilluar vizitën në qytetin tonë në vitin 1436. Unë dëshira të referohem atij. Jep një përshkrim shumë gjallë, mureve antike të gjendjes së qytetit, lagjeve të qytetit, gjendjeve të kështjellës, ashtu ku ka qenë kështjella Rënoi. Edhe qyteti zhvilloi në Bregun e Lumit, periudhën kur flet ky. Në vitet 1440, venecianët detyrohen të fortifikojnë kështjellën e vjetër, kështjellën e sotme të Lezhës. Dhe në atë periudhë ne do të mendojmë diçka tani. Lezhë është ndarë në 4 lagje. Në atë kohë, nuk ka qenë qytet i vogël, mendoj se qyteti i vogël ka marrë vizionin e fshatit pas pushtimit osman, pas 5 shtatorit 1478. Ishte lagja e kështjellës, Castel Nuovo, kështjella e re. Faktikisht ishte më e vjetër, por duke qenë se ishte ndërtim i ri venecianëve, del në literaturë dhe si Castel Nuovo. Ishte qyteti i poshtë në breg lumor, si shpesh i referoheshin edhe me fjalën Borgo. Borgo italisht do të thonë qyteti rrethu me mor, qyteti i vogël rrethu me more. Edhe zona e Varoshit, ku më vonë u bë shehri, disa burime deri dhe La Città, qyteti. Por këta i lashtë qyteti. Dhe qyteti Matan Lumit, ku kemi kuvendin e Zojës Nunçate, një ndryshme qytetar domllëshit. Por ka të zona kryesore ishte banuar Lezhë. Lezhë nuk ka pas pak banor, sepse një është dash Lezhës më shumë se atyre. Kur them shumë, është i dokument venecian, i cili thotë po tani po mirë nuk është, unë më pëlqen të përdor kronologjinë ngjarje, po për të krijuar një ide se sa ka qenë Lezhë, gjatë epokës Skënderbeut do të shkapërcej pak në kohë, më poshtë, do të për them do të vi me vonë. Është një dokument venecian që thotë përpara se të sulmonin turqit osman Lezhën, në fund të gushtit të vitit 1478, plot 5000 banor nga Lezhë dhe rrethinat, tash jemi të saktë sa mund të ketë nga rrethinat dhe nga qyteti që thotë qytetar dhe banor, cittadini edhe abitanti. Po. Paka shumë ka mundësi kanë qenë ato të kështjellës dhe lagjeve të jashtme. Po 5000 është shifër e madhe. Po, jo 5, flasim për mesjetën, flasim për mesjetën. 5000 banor shkuan në muret e Durrësit. Pjesa tjetër vendosën në ishull të Lezhës. Këta nuk ka dhëna se banor mund të kenë qenë. Do të ishulli, se kanë rezistuar në ishull të Lezhës deri në vitin 1506, pushtimin e plot. Kur themi 5000 banor, them diçka. Tivari ka pas 4000 banor, në statistika të sakta, Malzi, qytete të rëndësishme. Kur flasim për Konstantinopolin, qyteti më i banuar, kur u pushtu nga turqit osman, ka qenë 40000 banor. 1453, qyteti më i madh në më të mëdhej të kohës në Europë dhe më i madhi edhe në Europën lindore, 40000 banor. 5000 banor kanë ikur nga Lezhë pra para se të pushtoj qyteti. Kurse disa të tjerë kanë ngelur s'ka të dhëna. Pra ka qenë një qytet i madh dhe shumë i rëndësishëm për kohën. Shumë dakord Paulin. Për kurreshtin e njerëzve, sepse gjithë kanë njerëz i kurreshtë, ne kemi pa filmin Nëntori i dytë. Jo, në fakt është filmi Skënderbeut, se Nëntori i dyti kushtohet pavarësisë Vlorës. Ismail Çamali. Eksakt. Por aty kemi parë që vjen më i moshuari, i jep një fjalim të shkurtër, Skënderbeut thotë 2 fjalë dhe mbyllet gjithçka. A debatuan, a u rrahen, çfarë ndodhi brenda? A ka diçka natyre që thua atëherë për bisedën lidhen. Ndoshta mund të jenë disa autorë i thonë edhe imagjinare, mund të jenë edhe fiktive të sejura nga vetë Marin Barleti. Aty kanë qenë marrë pjesë 12 familje feudale të rëndësishme, por 25 princa, përfaqësues. Pra kanë ardhur topiet, për shembull kanë ardhur. Po, erdhi me birin. 4 veta. Për shembull kanë ardhur shpalet, familjarisht po themi, kanë ardhur muzake, familjarisht 25 kanë qenë në total princa. Me 12 emblema, 12 familje kryesore, por edhe familjet vogla që ishin vasalë, kupton termin vasal, vartës. Po, vartës familjet tyre. Që morën pjesë. Pra, Mile dhe Mitër Frango thotë ishin mbi 50. Pra do të thotë edhe vasalët, kanë përfshirë edhe vasalët në këtë listë.
Qyteti i Lezhës nga 1398 që thashtë, deri 1478 ishte për 85 vite ka qenë domen ose zotërim i Republikës Veneciane. Rrujti një farë autonomie të brendshme. Që pse them autonomia e brendshme? Qytetarët kishin drejt gjithmonë me zgjedh vojvodën vet. Vojvoda, komandanti ushtarak i qytetit, ishte arbër, domosdoshmërisht arbër. Proveditori, po them as administrator, se shepretari venecian i qytetit ishte gjithmonë venecian. Familja tregtare më e madhe kanë qenë familja Barbo. Familja më pasur në Lezhë, kanë qenë venecian. Familja mund të themi multimilionerët e kohës, kanë kontrolluar gjithçka në Lezhë. Por kur kanë ardhur në Lezhë, i ka pritur vojvodat sigurt, i zoti i shtëpisë, vojvoda, arbër. Nuk japin emrin sikush ka qenë vojvod. Un kam bazë burime veneciane, kam pasur 2 emra. Më fal, 3 emra vojvodësh që përmend qytetin e Lezhës, vetëm 3. Deri tani, se do të ketë atyre. Dokumentet që kam shqyrtuar unë, 3 emra vojvodash. Duken se janë emra shqiptar sepse ne kam Bjermin Kuka, imagjino. E ka Kuka, vojvoda e fundit para se të pushtot të binte qyteti me Bjermin Kuka. Dhe vojvoda e qytetit sigurisht e ka prit Gjergj Kastioti në Skënderbeu. Në kuvend kanë qenë përfaqësues venecian. Dalin në dhëmburime veneciane dhe thotë ishin observant vëzhgues. Nuk kanë marrë pjesë alat, sepse më fort donin të merrin vesh se çfarë po ndodh. Duan të ruajnë marrëdhëniet e mira me perandorin osmane, me tregtare, kishin marrëdhënie tregtare. Qinxhimi edhe pi dy nona. Po duhet kuptonin se jo venecianët ishin superfuqi në perandim. Dakor, po ekonomike. Ti marrim edhe këtë. Po, atyre. Donin dinë realisht se çfarë po ndodh, dhe ta kishin situatën në kontroll. Por menduan se nga kjo periudhë deri 1444, kur bë presidenti deri 1447, kur shpërthej lufta me venecianët tashmë. Ato kujtonin se është produkt politik i veti, i venecianëve, trajtuar si politik vetin, si instrument për t'i kërcënuar, për t'i bërë presion për Rusisë Osmane nëpërmjet princave arbër me krye Gjergj Kastioti të Skënderbeu. Pra, që të bëni përmbledhje në panoramë të shkurt, si mund të jetë, më them, jo them në mënyrë hipotetike, duke i gështetuar me dokumenta si imagjinojon, po them. Atyre, ardhe Gjergj Kastioti të Skënderbeu në qytet para të tjerëve, i pritur nga vojvoda, ardhe gjithë princave i pritur nga vojvoda, edhe nga proveditori venecian i qytetit, nga observantë të dërguar, nga edhe disa vëzhgues raguzan, nga Republika Raguzës, Dubrovniku. Mund të kenë ulur çaknat. Atyre. Ato kanë ardhur krejtësisht qetë, kanë ardhur krejt me dëshirë. As ti s'ka refuzuar si të ftesën, kanë ardhur me shumë dëshirë. Jo, aty pse bëna pyetje Polin. Për një femër janë vrarë 300 ushtarë. 106 në vrarë tjerë, plagos 160. Për Elena Dushmanin. Pikërisht pra, imagjino për interesa më të mëdha. Po. Imagjino për interesa më të mëdha, si ka mundësi. Ajo gjëra se kemi diskutuar dhe bashkë, është histori shumë e bukur ajo, po është diçka tjetër, aty është konflikt për një femër, kurse te Beslidja, argumenti i Beslidjes ishte aleancë, edhe ishte kuvend burrash. Po janë interesat shumë më të mëdha se interesat do, thashë në një herë, nuk i bashkonte disa prej tyre, se kishin luftuar gjithë me njëri tjetrin. Nuk i bashkonte dashuri për njëri tjetrin. I bashkonte rreziku i përbashkët, armiku i përbashkët. Ekzistote ai konflikti që kishin për të reflektuar se kush do merrte çfarë. Atëherë në kuvend nuk kush do vej komandant, kush do vej prijes, kush do vej ai që do mbante arkën, kush do kite këtë zotrim. Tu nuk pasuron kuvend, ka një debat, mund të themi debat, jo debat, replik. Termat modern përdorim sot në thojë replik. Ishte mes Andrea Topies edhe Gjergj Aranidis, ndihmëtori më i fuqishëm i jugut. Aso kohë, se u bë me vonë vjerë Gjergj Kastioti të Skënderbeu në vitin 1451 dhe Andrea Topies që sundonte pjesën e Shqipërisë mesme, Tiranë sot me zonën mes Tiranës Durrës fakt Topiet. Kanë qenë familje shumë e fuqishme aso kohë sundoni vetëm këtë rajon. Dhe Gjergj Aranidi propozon ne thot kur ishte ideja për të krijuar shtëpinë e përbashkët, ishte vendimi i parë, se 3 vendime kryesore kishte. Edhe vendime të tjera, por 3 më kryesore përmenden. Krijimin e ushtrisë përbashkët dhe Gjergj Kastioti komandant i përgjithshëm. Primus inter pares, si thonë, i pari mes barabartë. Pra, i pari në luftë, por do të merrte edhe mendimin e Këshillit. Këta janë ajo çfarë ne duam apo ajo çfarë ndodhi? Jo, këtë të siguroj çfarë ndodhi në bazë burimeve të kohës dhe në bazë përshkrimeve që japin jetë klasik. Ka dokumenta dhe flet Marin Barleti, Vladimir Tafrango, Martin Segoni dhe John Muzaka. Po mund të jetë manipuluar. Ja, se në manipuluar, sepse ato kanë një pjesë që përmenda kanë qenë dëshmitar okular. Janë dëshmitarë dhe kanë shkruar historinë sipas këndvështrimit të tyre duke qenë afër Skënderbeut. Pra ne po themi, a ka dokumente të tjera që John Muzaka është i vetmi këto që përmenden, që edhe e kritikon. E kritikon Gjergj Kastioti të Skënderbeu për disa qendrime të tjera. Për uzurpimin e pronave, që uzurpimin e zotërimeve të tij, se u fuqizua shumë, po kjo është më vonë, se mos dalim jashtë kontekstit Beslidjes. Pra, ku të kishte ndodhur ngjarje të saj natyre, që thua ti, John Muzaka, si s'ka bërë qendrim kritik për disa veprime Gjergj Kastiotit më vonshme, do të kishte shprehur edhe shqetësimin e tij për këtë pjesë, sepse ka shkruar në vitin 1506, ka pasur kohë.
Pra nuk kanë dokument që thot aty pat ndonjë paknasi, përplasje. Atyre, vetmja nuk u vra kush, po. Jo, as i paknasi, vetëm thash replik. Andrea Tobie, Gjergjani propozon që t'ia dërgojmë gjithë ushtarët që kemi në dispozicion, t'ia japim Gjergjit. Edhe Andrea Tobie thot nuk duket normale që t'japin gjithë forcat që kemi në dispozicion, sepse ne mesim zbuluar, mesim të ekspozuar dhe sulme Osmani duke besu jo vetëm komandën e përgjithshme, por krejt trupat tona dhe mundose vetë në rrezik edhe zotërimet tona. Kjo është. Atyre vendos të japin një numër të caktuar, numri total i ushtrisë do shkon te 15000, për të cilët duhet të theksojnë. Prej 15000, 6000 ka thënë jati lek Dukazinit, pal Dukazinit se pali urt. I dyti mazgjesh ka sjellë Skënderbeut se ka thënë më shumë numër ushtarësh, se ka edhe mbetje intervju ka janë shumë përcaktues forcat dukazinase, pavarësisht konfliktit më vonë si dihet me lekën edhe konfliktit me Dukazinit. Por për fkolën se flasim, ai që ka thënë më shumë ushtarësh janë mazgjerësit vetë janë pal Dukazini. Vetëm 15000 ushtarë mlollën gjithaj. Atëre, shikoj se 11 princa, 12 princa, 50 në total. Plani ishte përpjestojnë nga 300 veta për njëri bie. Plani ishte, jo kishte nga ato që kishin numër shumë vogël ushtarësh, edhe ora dakord se të paguajnë para. Një këmbëstor i rregullt i gos paguaj 3 dukate. 3 dukatare, jam të folë gjithmonë me dukatare. Muaj. Apo për betejë. Muaj, betejë edhe plaska luftës i tërhiqte shumë. Jo vetëm arbrit, po edhe kombet e tjera, vetëm ne. Është krejt normale, plaska luftës ishte edhe ajo është instrument edhe ekonomik, po themi, për ti josh. A erdhi kush gjatë kësaj kohe si mercenar në ushtrinë e Skënderbeut? Atyre përmend, mercenar si ka përkrah kurr. Kanar si vullnetar, asnjëherë s'ka pas trupe mercenare. Njerëz që kanë ndodhur i kanë dërguar venecianët në vitin 1462 deri në vitin 1465. Bile ka pas konflikt me komandantin e trupave veneciane, 500 mercenare, ju vonuan pagat. Filluan të bëhen të sillesin dembel, nuk i përgjigjeshin urdhrat komandantit vet, arritën deri në atë pikë se Gjergj Kastelli Skënderbeu e dëboi komandantin Çimaraosta quhej, komandanti, e dëboi dhe bashkë me ta u shpërbë edhe informacionin që kishin dërguar venecianët. Nuk mashin pavat luftonin. Çfarë mund bëshën në atë moment me 15000 njerëz? Atëherë, Gjergj, më flasim. A të bëni paralelizëm thjesht me ushtrinë shqiptare sot? Personel aktiv kemi 8500. Personel rezerv kemi 2100. A sa bie? Bie 10600. 10000. Po pra ne jemi kaq inekzistent për fuqinë jemi 10600 sot. Sa banor ka Shqipëria sot? Lere sa ka? Jo sa ka ngel Shqipëri se po politizohet. 2.4 thonë. 2.4 thonë jetojnë në Shqipëri. Regjistri i zënës civile zero 4.200.000, nuk janë as kuptohet. Do të thos 2.4 sigurisht. Por 5%. Atëre, ne jemi në gjendje për të zgjerë sa njerëz janë fort, domethënë në armë. Nga mosha rekrutime sa kohë kanë qenë 17 vjeç, 17 deri në 50 vjeç. Sa më gjendje. Po e fusin të paktën 50% janë. Jo, të sigurt atëherë. Unë po them rreth 1.500.000 sigurt në armë. Pra ne tash mbi 50%. Sa dolën në armë as 1%. Pra ne them mos na rrof me provu atëherë. Si mori guximin ai për të administruar 15000 ushtar? Kur e ditë shumë mirë që ushtria turke do të vinte 10 herë më shumë. Në kohën kur mori informacion se Sultan Murati i dytë kishte dërguar një ushtri për ta ndëshkuar faktikisht, se nuk e mendonte, ai mendonte ndëshkim, edhe do të pendojë zgjerë, do të rikthehej pranë Sultan Murati i dytë, kishte ideja. Betejë e parë është shumë vendimtare. Vendimtare për fatet e luftës, vendimtare për fatet e vendit tonë, vendimtare edhe për karrierën e mëvonshme politike ushtarake Gjergj Kastelli Skënderbeu. Pra, kishte shumë arsye se duhet të fitojë me çdo kusht kjo betejë. Atëre, numri i forcave osmane që u mobilizuan për të sulmuar vendin tonë, në disa burime jeve 25000 minimumi, në burime të tjera 40000. Marin Barleti, Dimitra Frangu gjithë të japin 40000. Presupozojmë se kanë qenë 25000. Marrim shifra më të vogël. Faktikisht atë shifra jep vetëm një autor, Xhamaria Biemi, i cili shumë shpesh e kanë një prift nga breshja. Ka shkruar një libër Gjergj Kastelli Skënderbeu. Pretendon se është bazuar tek e quhen antivarino, tek anonimi i varet ndryshe. Ai thot 25000 forca. Mbahet si falsifikator në histori, por ka edhe çfarë dhëna shumë interesante. E zëm se kanë qenë 25000 po them. S'po i besojmë Barletit. Atëre ti duhesh në Gjergj Kastelli Skënderbeu u paraqitën aq shumë vullnetarë kur bëri thirrje për mobilizim përgjithshëm, sa ai zgjodhi forcat më të mira dhe mbajti vetëm 15000 Gjergj. Vet. As sa ishte vendosur të mbajnë kuvendin e Besisë Lerës, po as përdorin në armë. Unë nisem nga Kruja, dolim para forcave osmane me 15000. Për tyre, për të thash 6000 për tyre kanë qenë Dukazinas, të dërguar nga Pal Dukazini.
Atëherë, në këtë betejë, si gjithmonë verior që janë gati për pushë shumica verior kanë qenë këtu, por ka pas edhe nga jugu, Aranit, ka pas sigurisht, po, kanë qenë shumë. nga që thejë shumica. Madje njëri që dallon me zgjidhje ka qenë Aidin Muzaka, një princ i jugut, edhe një historisë gjatë kasetë Skënderbeu, i marrën peng qeverini, i rritën brenda Osmane, i islamizuar me dhunë edhe i kthyer në dhe bashkë me gjatë kasetë Skënderbeu. Dhani kontribut të jashtëzakonshëm, u plagos frende ka vdek muajin dhjetor të atij viti. Pra ka pas nga jugu, nga veriu, këtu s'ka përjashtime këtë pjesë. Atëherë, me 15.000 ushtar, ja arriti që të mund ushtrinë osmane, madje rrezikoi se të vrasë edhe vetë komandantin Ali Pasha, duke shkaktuar sipas Marin Barletit, nëse i besojnë shifrat 40.000 të shkthejmë të Marin Barletit dhe Frangu, 22.000 ushtarë të vrarë kanë mbetur fushën e betejës. Pse ishte vendi? Kjo ka qenë unë e quaj kryevepra strategjike dhe taktike gjatë kasetit Skënderbeut. Me këtë i dëshmoi edhe sultanit se nuk ka kthim prapa. Nuk ka kthim prapa, s'ka pajtim mes nesh, edhe nuk është për ta kuptuar. Po. 15.000, 40.000. Raporti 1-3. Nëse të bën 3 vetë bashkë, shumë i madh po kam frikë se të rrëzojnë. Kemi raste të tjera në historisë dhe ushtri më të vogël kanë mundë ushtri më të mëdha, Aleksandri i Madh, në betejën e Guagamela ose Arbelas, afër qytetit Arbil, kryeqyteti i Kurdistanit, sot në Irak, po themi shembull. Ka qenë ushtria perse 250.000, edhe Aleksandri me 45.000. E ka shpartalluar ushtrinë perse. Pra, kemi edhe disproporcione të tjera. Çfarë bëni Skënderbeu në këtë rast? Atëherë, siç ka bërë Aleksandri në betejën e Arbelas, ose Guagamela, siç e përmenda, po marr si shembull ngjashmëri mes tyre. Atëherë, taktika që përdori ishte thjesht duke ekspozuar në fushën e betejës, ekspozoi vetëm një pjesë të vogël të ushtrisë, 9.000 të vogël. Pjesën më kryesore, por jo e frikshme kur e mendon. Vetëm 9.000. 3.000 u strehuan një natë përpara me datën 28 qershor vitin 1424 në Pyje. Pjesa tjetër e rezervën të qëndruan të fshehura në pjesën pas ushtrisë kryesore, pas formacioneve kryesore. E rreshtoi në formë gjysmëharku ushtrinë, gjysmëharku në këtë formë, në mënyrë se të krijonte krahmarrje dhe shpinmarrje në ushtrisë osmane, siç edhe arriti. Atëherë, osmanët, duke pasur besim plot në superioritetin e tyre numerik, ishin ata që provokuan dhe sulmuan parët. Tonë të kundërpërgjigjen dhe u tërhoqën. Njëjtën kohë, duke u tërheq, filloi duke harku nga kështu, filloi gjithnjë duke u përkulur, duke krijuar idenë osmanëve se kishin frikë, edhe s'kishin besim forcat e veta. Po theksonte diçka. Kishte frikë mbrava te ushtarëve arbër, siç dalë edhe nga burimet e kohës edhe autorët që shkruajnë më vonë. Kishte frikë se pjesa më e madhe prej tyre, pjesa e mos ishin pa përvojë. Jo vetëm ushtarët, edhe oficerët, edhe komandantët, pa përvojë. Kur nuk kishin zhvilluar luftime guerrille kundër Perëndimit Osmanit, por kur një betejë të rregullt, kupton? Betejë të rregullt fushore, kur kundër superficisë më të madhe të kohës. Çfarë ndodh? Momentin më të vështirë, kur rrezikohet qendra ushtrisë, osmanët sulmuan me gjitha forcat, lanë edhe kampin bosh, gjithë sulmuan, sepse kishin sikur do t'i shkelin 9.000. Çfarë ndodh? Forcat e rezervës u futën në aksion forcat e krahut të Majt, komandoshin nga Hamza Kastrioti. Duke dhënë goditje nga krahu i Majt, shkatruan krahun e djathtë të ushtrisë osmane, e cila përrredhoi shpartallua, përplas mes dy krahëve. Krahut të Majt tonit, krahut e rezervës ishte u shkatrua krahu i djathtë të ushtrisë osmane. Një pjesë u azgjësuan, fizikisht pjesët tjetër morën në Arratin. Ngeli vetëm qendra. Atëherë, nëpërmjet duke i dhënë ndihmë, nuk u sulmua qendra. Qendra përballoi 6 kasetë të Skënderbeu dhe atëherë angazhoi rezervat e fshehura, 3.000 ushtarë të tjerë që ishin fshehur mas formacionit kryesor. Edhe nga një tërheqje u kthyen kundër sulm dhe duke bërë krahmarrjen nga e majta ushtrisë tonë dhe e djathtë ushtrisë osmane, u shpartallua dhe krahu i djathtë ushtrisë osmane, edhe ngeli vetëm qendra. Atëherë, duke u bashkuar bashkë Mojsi Golemi, bashkë me Hamza Kastriotin, dhe ta në shtopin, atëherë goditen edhe osmanët nga sulmues. Edhe Skënderbeu ka qenë në atë betejë? Në atë betejë personalisht, por si ishte mundur se dy harktarë të kishin nejt gati, Shikoj, është edhe çështje fati. Edhe Gjergj Kastrioti kur i nis atë letrën e famshme në 1460, ja nis një kundërshtar i vet, atje asaj kohe princi Tarndus, i thot, unë do të jem mik i virtytit, por jo i fatit. Pra, unë e di se kush jam, jo vetë virtyti mia, por fati nuk e kam dorë. Pra, ishte edhe çështje fati, duhet llogarit. 25 vjet çështje fati? Ati, edhe çështje, prit shikoj, ishte edhe çështje fati, po jo këtë çështje fati. Gjitha kjo merita, ka qenë merit personale Gjergj Kastrioti. Strategjia, taktika e tij, po themi, më rëndësishme në gjithë është elementi më kryesor, ai e njihte shumë mirë doktrinën ushtarake të Perëndimit Osmane. Kishte kaluar jetën atje. Njihte pikat e forta, pikat e dobta, edhe njihte edhe qendrën e gravitetit të ushtrisë osmane, çka bëri të mundur se ushtria osmane të thyej. Edhe goditja e fundit, goditja përfundimtare, se shkatroi bërthamen në ushtrisë osmane, se nuk mund të smerrin në Arratin, sepse u rrethuan nga gjitha anët, u bën krahmarrje dhe shpinmarrje, u rrethuan. Gjithë bërthamen ngelin në qendër të ushtrisë. Pra, nga sulmues
tashmë u kthye në të rrethuar. Pjesa që arrinin çanin këtë kordon të madh të fuqishëm, po themi rrethimi, vetëm merrin narrativin dhe iknin lart për shpëtuar jetën e vet, ndërkohë se të tonët sulmonin gjithnjë dhe më shumë. Dhe goditja më e fundit ishte Jessica Skanderbeu, përdori taktikën tipike që i pëlqente atij, po edhe taktika se ka përdorur zakonisht Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Zjarri prit kokën se trupi bie vet. Sulmin e përshëndroi ai vetë personalisht kundër komandantit Osman Ali Pasha, i cili në fakt ishte personalisht, se kishte luftuar bashkë nën flamujt Osman kundër ushtrive të krishterë të kohës, kundër ushtrive europiane, po edhe atyre aziatike në Azinë e Vogël, në Turqinë e sotme. Sulmoi nga Afrika, është në njëjta skencë siç ndodh dhe me Aleksandrin e Madh me Darin. Aleksandri i Madh me Darin e Madh, Darin e dytë për persone. Ushtroi një sulm të fuqishëm kundër Berthamës, vrau një pjesë të truproja, vetë me dorën e vet të truprojeve të Ali Pashës dhe u sulmoi drejt Ali Pashën me hesht, siç ndodhet te Aleksandri. Por çka ndodhi? Nuk ndodhi si Aleksandri si shkoi hesht huq, por vazhdoi sulmin derisa të arrinte deri në pikë sa çon. E ndihmuan edhe kalorës së gardas pretoriane, ndërto ai Din Muzaka që përmenda, ky komandant i fuqishëm nga jugu i Shqipërisë, nga Berati, i cili mori plagë dhe më vonë vdis, që përmenda, se s'po i kthem më. Atëherë ndodhi se komandanti Osmanu gjendas ngushtë sa tashmë rrezikonte edhe jetën e vet. Dhe urdhë për tërheqje, pas ju tërhoq ai, u tërhoq gjithë ushtria edhe ngelet vrap 22.000. Dhe prej tyre ka thënë robër, në disa oborime i japin minimumi 2.000 robër dhe maksimumi deri në 6.000 robër, ka thënë atë betejë. Më kuptove? Të kuptova shumë mirë. Regjizori ka Elidon Reka, kolegu im, ka një kureshë shumë madhe. Si krahasoi ushtria shqiptare dhe si krahasoi ushtria osmane, nëse do t'i referoheshimi sot fuqive dhe ushtrive botërore? Shikon, unë di një shembull. Tash paralelize me kohën e sotme, them. Paralelize patjetër. Përmendi jo vetëm kundër perandisë osmane, periudhën kur Jessica Skanderbeu është në situatën më të vështirë politike, ushtarake, ekonomike në jetën e vet. Ka qenë koha kur luftonte kundër lufta në dy fronte. Edhe kundër perandisë osmane, vetë sultan Murati II kishte ardhur rrethues Fetigradin në vitin 1428, ndërkohë që nga muaji dhjetor i vitit 1427 luftonte kundër Republikës Veneciane. Në veri perëndim dhe në pjesën perëndimore lufton kundër venecianëve, në lindje lufton kundër osmanëve. Njëra është superfuqia më e madhe e kohës ushtarake, tjetër është superfuqia ekonomike, edhe ushtarake, por më shumë ekonomike dhe ishte mbretëresha e deteve, kishte flotë shumë fuqishme. Por normalisht në betejë fushore flota nuk i hynte në punë. Kuptohet. Atëherë, edhe në këtë betejë ka mund Jessica Skanderbeu, në betejën e që është zhvilluar betejë e Drinit 23 korrik vitit 1448, ka mund në fshatin Vukatan, sot e afër Shkodrës, i bien mes Shkodrës dhe Danës, ka arritur të mund, në fusha Vukatanës, Jubanit dhe Gurizia të zhvilluar luftimit, ka arritur me 9.000 ushtarë të mund 15.000 ushtarë venecian. Dhe kur një betejë, më themi, spektakolare kjo betejë. Derisa arriti të futet edhe pranë Shkodrës, djeg lagjet e poshtë të qytetit Shkodrës, ishte kryeqendra e Republikës Veneciane, Albania Venet apo thënë, provinca e madhe e Arbërisë Veneciane. Dhe si krahasohet sot? Dhe që nga ajo vetëm përmend një shembull, duke luftuar me superfuqinë e perëndimit dhe superfuqinë e lindjes, çfarë ndodhi? Brenda pak ditësh, them pak ditën, sepse 23 korrik ndodhi kjo betejë, me 14 gusht betejë tjetër kundër Mustafa Pashës, një komandant i Osmanit, dhe me 15.000 ushtarë. Dhe ky ato ka mund, jo me ndonjë, 6.000 ushtarë. Mustafa Pashën. Duke rrezikuar një atë kohë, duke rrezikuar të vrasë edhe vetë komandantin Osman me dorën e vet. Ka ndodhur raste të tjera që ka vrarë komandantin Osman me dorën e vet. Dhe një atë kohë, ne kur po flasim, kur u zhvillua betejë e Drinit, deri me datën 31 korrik atij viti, që nga data 14 maj deri në 31 korrik në vitin 1448, Svetigradi ishte rrethuar nga sultan Murati II. Ndërkohë, qyteti ishte rrethuar, Jessica Skanderbeu sulmonte nga jashtë. Pra zhvillonte veprimën luftarake në lindje në Dibër dhe rikthehej dhe luftonte në rrethinat e Shkodrës. Ishte edhe që arriti, pavarësisht, më them, do ta theksojmë. Svetigradi u dorëzua për arsye tjera. Svetigradi u dorëzua sepse garnizoni nuk pranonte të pinte ujin e ndotër me një shen, se kishte edhe një spion në po themi në stern ose pusin e vetëm të kështjellës. Disa burime osmane thoni prein kanalet e furnizimit me ujë, tubacionet e ujit të kohës. Edhe kjo mund të ketë qenë. Kjo është për të diskutuar. Por u dorëzuan vetëm për ujë, pra nuk u dorëzuan sepse i mundi sultani. 160.000 forca ishin të angazhuara, forca osmane gjatë asaj kohe në vendin tonë lindje. Pra po shkatronin krahina, themi viset, pa matat vend okrisisht të Dibër. Atëherë 160.000 ishin të angazhuar lindje, do të përmend diçka, dhe 25.000 forca ishin totali i garnizoneve veneciane, që ndodheshin në qytetet e Arbërisë Veneciane, ku po sulmonte Jessica Skanderbeu. Pra, ky vet, aso kohë, ka arrit, duhet të themi, ka arrit me angazhu disa borime, ka arrit të angazhojnë këtra 30.000 ushtarë, i duheshin. Nuk ishte si rasti i betejës për Vjollën. Atëherë, me 30.000,
Përfshi këtu edhe përfshi edhe garnizonat e kështjellit që mbronin kështjellat. Për shembull, Sfetigati ishin 2000 ushtarë që mbronin kështjellat Sfetigati. Disa burime deri 1800, po edhe mesatare 2000, shumica burimeve konvergojnë në këtë pikë. Atëherë, nuk duheshin më shumë për mbrojtjen e kështjellit të 2000, sepse llogarit sipërfaqen e kështjellit, llogarit e municionit, armët që duheshin, ushqimet, uji që do të konsumohej, sasia, një rrëfim gjatë kryesorisht e ushqimit dhe uji, më shumë se sa armët, edhe pra duheshin trupa të zgjedhura, por jo numër shumë i madh, sepse llogarit do të hanin, do të pinin, do të konsumonin ata. Ishte e pamundur për t'i mbajtur organizonin me furrizime. Dhe me 30.000 ushtarë, po them, në total ka arritur në poshtë të dy superfiqitë e kohës. Garnizoni u dorëzoi për arsye të tjera, por sultani u tërhoqi dështuar nga kjo fushat, edhe venecianët ishin ata që u lutën disa herë për të nënshkruar marrëveshje paqe, e refuzoi Skënderbeu e hedhi poshtë derisa në momentin e fundit kur Janosh Hunjadi po vinte në fushë Kosovë, edhe kishin bani koalicion ushtarak kundër Parendosë Osmane, atëherë u detyruan me koordinu veprimet ushtarake bashkë për të bashku dy ushtrit arbre dhe hungareze në fushë Kosovë, çka nuk ndodhi, ishte pa realizueshme prej despotit serbis Stefan Brankovićit. Zgjersë Kasedoti, Skënderbeu u detyrua të pranoj ofertën për paqe të Republikës Veneciane, e cila u shkrua pikërisht këtu në Lezhë. Sot në kohët moderne këto përplasje si mund A mundet të luftojmë ne me Federatën Ruse dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk e di. Jo qesharake, po është kaluar qesharake. Sot jemi në kohë tjetër, zgjeres, flasim tash jemi në vitin 2025, teknologji tjetër. Çfarë ne po themi, lufta në Ukrainë ka dëshmuar se luftën e bën teknologjia, e bën dronet. Nuk e bën njerëzit. Në atë kohë luftën e bën njerëzit, e bën armatimi, e bën morali i lartë, e bën logjistika, furnizimi për ushtarët. Atëherë e bën organizimi i ushtrisë. Pra nuk qëndronte më shumë aso kohë në volum dhe numra, qëndronte më shumë në cilësi, edhe në efikasitet. Kështu ishte lufta. Pra, nëse përmendë shumë bukur ti, 25 burra kundër 40 burrave. Si i vrasin 25 burra 40 burra? I vrasin atëherë. Nëse je armatusur mirë, ke besim fitore, ke një strategj të jashtëzakonshëm të udhëheq dhe gjithë ushtarët japin jetën për ta dhe kanë besim plot. Dhe Osmani bie praktikisht që jenë në Amerikën sotme, duke bërë një paralelizëm. Nëse bëni paralelizëm, po superfuqi ekonomike dhe ushtarak edhe për dhe venecianët edhe ushtarakisht. Prandaj po them pra. Ndërkohë që Skënderbeu nuk mund të kishte as fuqi ekonomike as për të përballuar. Shikoj, apo një krahasim thjesht është atëre buxheti i shtetit, po them ekonomikisht buxheti i shtetit, gjatë Kasedoti Skënderbeu ka qenë 200.000 dukate vit. As mbledh te arka përbashkët në bestinë e Lezhës, është më konfirmojnë shumë shifra, dhe më thon shumë burime, 200.000 shifrën 200.000 dukate. A e din se Republika Veneciane kishte 4 milion dukate buxhet vjetor. Më madhe në botë për kohën ka qenë. Atëre 4 milion dukate kundër 200.000, unë s'po them se të gjithë ato i kanë shpenzuar për ushtrinë, e më kuptoj drejt tani për ushtrinë. Në rastin ton i ka shpenzuar gjitha për ushtrinë. Përveç këtyre 200.000 ka gjitha kriporet që kishte Gjergj Kasedoti Skënderbeu, ishte baza ekonomisë Skripa, Zheja Gjallë, Baktia, që kishte shumë krerë, tregtia, plaçka e luftës, të gjitha këto ishin të gjitha në dispozicion të ushtrisë. Ishte, pra, e kishte militarizuar ekonominë. Mund të them terma modern sot, se mund të thojmë për atëre, militarizimi i ekonomisë. Pra, me ekonomia e gjithë ekonomisë Turqia pak a shumë. Jo, Turqia s'mund të themi, por militarizimi i ekonomisë kemi këto kushte, kemi Rusinë sot në luftën kundër Ukrainës. E kam gjithë fuqinë vet ushtarake, e kam mobilizuar kundër Ukrainës. Ose rasti i Izraelit, militarizimi i ekonomisë, pjesa më e madhe e ekonomisë në rast konflikti me Gazën, shfrytëzim më të mëdha kaluan, më të mëdha jo të gjitha, më të mëdha kaluan. Praktikisht bie që nëse bën një paralelizëm sot Shqipëria asaj kohe me Osmani bie Shqipëria kësaj kohe me Amerikën e Rusinë. Po. Kështu mund ta pashëm mund të bëjmë paralelizëm shkurt se duket qesharak për forcën. Po në këtë formë, por po them pak a shumë në këtë situatë, në këtë gjendje ishte po them, ushtarakisht, politikisht dhe ekonomikisht. Më fort kjo ekonomia është baza kryesore dhe për luftë, s'mund të bësh ekonomi pa luftë. Luftë pa ekonomi. E kuptoj. Përveç një festë edhe një ngjarje të rëndësishme për Lezhën, vet Lezhë çfarë fitoi. Çfarë fitoi me 2 mars? Sigurisht. Atë që fitoi, pak është me hyrë në histori si vendi i Beslidës Lezhës. Nuk e mendonte kush atëherë. Se do hyjmë në histori, po. Çfarë fitoi Lezhë? Përmend diçka të veçantë për Lezhën. Folën për konfliktin që kishte me dy fuqitë e kohës. Luftën shqiptare, arbëro-venecianës, mund të themi shqiptar. I vetmi qytet që nuk u sulmua, i pari ka qenë sulmuar Durrësi. U rrethu Dania, sulmu Shkodër, sulmu edhe Tivari. Edhe Ulqini, sulmu shumë territore se sundoshin nga venecianët asë kohë. Vetëm qytet nuk u sulmu Lezhë. Edhe Drishtin, Valza Rrova Drishtin. Vetëm Lezhë nuk u sulmua. Sa herë që kalon në forcat ushtarake, Gjergj Kasedoti Skënderbeu, kur nuk e kanë sulmuar Lezhën, pse ishte qytet venecian? Pse thotë? Për s'patur shtë si historia? Atëherë, pse themun? Atëherë, qytetin e zgjodhi se e kishte një dashuri pa kushtuar për qytetin.
Këllën për të kuptuar se nuk donte me armisu qytetarët e Lezhës, të armisonte të krijojnë urrejtë për gjashtë të Skënderbeu. Dhe asnjëherë nuk u sulmoi Lezhën. Madje nuk ka kaluar ushtria, ka kalonte nga Kruja për të shkuar në Shkodër. Ku kalonte thotë? Nuk e di, unë kurrezëm për dita a kishte hotel për të fjetur Lezhaj ndonjëherë. Atëherë ka pas edhe shtëpi në Lezhë, ka pas edhe shtëpi në Ulqin, vetën. Shtëpia në Ulqin e ka trashëguar nga jati, e ble që nga Kuajxhan Kastrioti dhe ka mbajtur edhe Gjergji. Në rast të caktuar ka shkuar familja e tij të banorëve, kur është rrethuar Kruja nga Sultan Murati i dytë 1450 dhe Mehmeti i dytë 1466. Kishte edhe shtëpi në Lezhë. Edhe shtëpi banez. Po kur flete në Lezhë, ushtria ku flite? Atëherë. Apo ai flinte në shtëpi ushtarët? Duhet më ndasi. A thash edhe siç përprodhon në shembullin për shembull me ushtrinë e sotme, ushtri personel aktiv edhe personel rezervë. Që të më përdor më term, ushtria e përhershme ishte e para në Europë që krijoi ushtrinë e përhershme. Ato ka merit personale e Zjerzit. I dyti ka qenë mbreti i Francës, Karli VI. Atëherë, ç'a ndodh? Ky vet mande pranë vetes 2000 deri në 3000 ushtarë. Quhet ndryshe më thojza Garda Pretoriane, e ka vënë emrin Kohors Pretoria, quhet Marin Barleti. Garda Pretoriane është një emër romak. Ka qenë garda ose truprohet e perandorëve romak, sultanëve të lartë perandorisë romake. Ka qenë kryesisht komsori me pak kalorësi. E kundërta ka ndodhur me Zjerzin. E ndërtoi këtë gardë sipas modelit që kishte përdorur Aleksandri i Madh, edhe hetajroi ushtarët e tij, shokët domethënë, ose miqtë e Aleksandrit. E ku flenin këta? Atëre, këto 3000, 2000 kanë qenë zakonisht kalorës, pjesa tjetër kryesisht komsor. Kjo një mishë, shumë prej tyre që janë komsor. Këto që ndronin gjithmonë afër tij. Se përmend dhe burimet e kohës. 3000 goj ushqeshin çdo ditë nga Gjergj Kastrioti të Skënderbeu. 3000 ushtarë që ndronin gjithmonë pranë tij, ushtria përhershme, edhe 4000 tjerë. Po i kishte shtëpia e tij ka shoshim për të dhënë 3000 vetëve. Zero do të mendoj diçka. Ushtria kryesisht kur shndronte në Krujë, Krujësi ka kapacitet këshilla e Krujës të mbaj 3000 vet brenda. Nuk ka pas as banesa. Kruja sa kohë mendohet maksimumi mund të kenë 1200 banorë qyteti i Krujës. Brenda kështillit, që më shumë se kaq. Disa burime del 800 në rrethime, thotë 800. Ato që mbronin garnizonin Krujës deri 1500, vetëm rrethimin e dytë dhe tretë përdor 4500. Pra, ishte e pamundur gjithë to nuk flinin. Kuptohet në për banesa qytetit, pjesa më e madhe e ushtria përhershme kanë vjet në për çadra, kampe, kanë ngritur kampet posaçme, po edhe vetë Zjerzit mendon diçka. Vetë Zjerzit nuk është dhënë pasjes luksit duke fjetur vetë, siç kanë bërë mbretët udhëheqësit e kohës së monarkët e Mesijës, apo edhe më të hershëm të antikitetit. Vetë jetonte luks dhe ushtarët flinin kamp. Ai flinte në kamp me ushtarët. Vetë Dimitër Franco përmend flinte madje edhe armatosur thotë. Shtehen në Silim. Dhe këtë veprim e ka paskryer dikur në kohën e tij Jul Cezari. Edhe Jul Cezari flinte gjithmonë me ushtarët, hante si ushtarët, vishej si ata, jetonte si ata. Vetëm raste festash të Gjergj Kastrioti ndryshonte shumë. Atëherë veshte me shumë sqim, me shumë luks. Raste festa ose kur pritte delegacione tuaja, kur pritte dhe përcjellte trupa diplomatike, mund të themi ambasador ose fisnik të tjerë, po themi dërgatat, që mund të themi atëherë, sot mund të themi ambasador, po dërgatat atëherë, po themi, misionet diplomatike të kohës, kur i priste i përcjellte thotë vishej me shumë sqim. Vetëm atëherë. Pjesën tjetër të kohës dominonte veshja ushtaraku dhe jeta thjesht prej një ushtari të thjesht. Jetonte, hante, pinte edhe flinte njësoj si në ushtari thjesht. Pse bënte këtë? Për fituar besimin e ushtarëve të tij. Me thënë që ky lufton me ne, derdh zak si ne, derdh djerë si ne, flen sikur ne, vishet sikur ne, jeton njësoj si ne. Pra, është njëri prej nesh. Pra i barabartë me to, por pavarësisht se autoriteti i tij, jo me oficerët, me të gjithë ishte i padiskutueshëm, por ishte aq i thjeshtë sa rritej si ushtari më thjesht. A kishte ndonjë anë të errët të herojt kombëtar gjatë gjithë këtyre 25 viteve, po ndoshta më përpara që publiku nuk e din ende? Atëherë, anë të errët nuk mund të them, jo se zgjodha termin e gabum për me shtru pyetjen, shumë i mirë, po më them drejthije mund të them. Drejthije, quhet si dush. Është, ose po them ndër të pakët, po i vetmi në figurat historike, jo të tonat, po edhe figurat e tjera historike, të vendeve të tjera, heronjtë e tjera, që nuk ka drejthije në jetën e tij. Sepse e sigurt do të thotë se historian kritik, qoftë ata antishqiptar, që në hapës antishqiptar, ose autorët turq, vetë autorët turq, kronistët Osman të kohës, dhe autorët turq të sotëm, domethënë historianët modern, duhet ta kishin nxjerr pa diçka të tillë, por nuk e kanë nxjerr pa diçka të tillë. E vetmja gjë se thon kronistët e kohës, thon i mallkuari, i pabesi, buk shkali, në terma normal se përdoren se ka tratu sultanin. Por diçka tjetër nuk thon. Kur nisin përshkrimin fizik, thot ishte aq i bukur kur përshkruajnë fëmijë kur u dorëzua si peng në borrin Sultan Osman. Pra i bën një përshkrim e nxjerrën si me një krijesë mitologjike, aq bukur e përshkruajnë, aq fëmijë bukur e përshkruajnë kur ka qenë i vogël. Po në atë kohë, edhe pse kishin një urrëti patologjike ndaj tij,
bie fjala kryenisti personal I Sultan Mehmeti II Fati, Tursun Beu, ka qenë dëshmitar okular si pams, I ka ballë ngjarjet me cilët I, rrethimin e dytë krujt, rrethimin e tretë, flet për rrethimin e Shkodrës, flet edhe për pushtimin e Lezhës, ka marrë pjesë. Vëzhgues, se mban dëshnim ngjarjet që ndodhin. Patjetër, kishin ngjarjet kryesore. Jo gjithë dinamikën e zhvillimit të ngjarjeve, por ngjarjet kryesore. Ai vetëm to terma fyes ka, tipit buk shkali, I pa besi, vuri tisin e tradhtis, vesh rrobën e tradhtis. E di pse ta bëna pyetje? Asnjë fjalë tjetër nuk flet për të. Nga një bisedë paraprake, ju më keni thënë që ka qenë bashkohës dhe le të themi ka patur një lidhje me kontin Dracula, që vetëm nga emri e së pari, por edhe nga bëmat që janë dëgjuar, për ta ishte shumë I zër. Të paktën kështu përshkruat kur ka bërë terror tek njerëzit e tij dhe në fakt pas ka qenë shok kontin Dracula, nëse mund të them kështu. E ka paraqitur formë më diabolike të mundshme, Bram Stoker ka bërë veprën e tij, kuptohet, po. Në fakt në të vërtetë ka qenë I tillë. Ai ka diabolizuar më tepër se sa duhet, por shok I Skënderbeu. Atëre, jo shok, s'mund të them shok, se nuk kanë qenë shok klasë, shok si det dyzniemi qysh në 97. Sigurisht, s'kishin telefon atëherë po. Atëre, ato ishin I bashkontar miku I përbashkët, ishin alat të përkohshëm, s'ka qenë për një kohë të gjatë. Në kohën kur e kishin njëjtën të kaluar, sepse edhe Vladi III Tepes ka të njëjtën histori në rinjën e tij. Është marrë peng, dorëzuar peng nga Jati tek Sultan Murati II, rritur si janitçer, ka qëndruar me pak kohë se gjatë kasë, vetëm 4 vite bashkë me vllajin dhe është rikthyer në Rumaninë sot në Vllahiso, në Vllahi, rrethori Vllahis. Edhe sundon në Vllahin, edhe një pjesë Transilvanisë. Pra, prap jemi tek Rumania moderne, në kohët e sotme. Kryeqyteti kishte Targovishte që kryeqyteti I tij. Atëherë, nëse mund ta krahasim, s'undojnë krahasim mes të dyve, ishin armiqt më të përbetuar turq osman, të dy, por në një ndryshim. Konte Dracula në vitin 1462, ishte koha kur Gjergj Kastrioti de Skënderbeu po luftonte, kishte bërë një marrëveshje armpushimi, kishte pranuar marrëveshjen armpushimi mas shumë lutjeve Sultan Mehmeti II Fati dhe po luftonte në Itali. Nga data 3 shtator, vitin 1461 dhe deri në muajin mars, ka shumë mundësi, ndoshta fundi I shkurtit, vitit pasashtë 1462 ka vepruar në Itali. Është koha kur konte Dracula ose Vladi III Tepes, se konte Dracula ka marrë sepse ishte antar I urdhit Dragoit. Prandaj quhet konti Dragoit. Po. Mendohet dhe Gjergj Kastrioti ishte antar I këtij urdhi, ta them arsyeën e vetme lidhjes që kanë me njëri tjetrin edhe me aspektin familjar. Atëherë, jo gjaku, do ta shpjegoj. Atëherë, zhvilloi një sulm ku masakroi 26.000 njerëz, ndërtoi jo vetëm turq, në Bullgarinë e sotme veriore, kaloi lumin e Danubit dhe sulmoi Bullgarinë e sotme, territor osman, kuptoj zotërim osmane së kohë. Masakroi 26.000 vet, pjesa më e madhe e tyre civil, dhe I ngulin huj. I famshëm konte Dracula. Ishte, po themi, modeli I tij I preferuar si për me trajtuar miqtë e mundur edhe të vrarë ti ngulte në huj. Prandaj morën edhe hungulsi. Vlad Hungulsi, në shumë literaturën historike. Rumunëve ju vjen keq kur e përën këtë aspekt, por faktikisht ka vepruar si I tillë, se ta kanë hero kombëtar të vetin. Një ndër herojt, jo kryesorit. Atëherë, gjatë kësaj periudhe ka pas marrëveshje në tyre, marrëveshje aleancë, po themi kundër perandorisë osmane. Por fushata e fuqishme që zhvilloi Sultan Mehmeti II Fati kundër kontit Dracula, se Vladi III Tepes ishte e atill sa mendimin e vllajt kontit Dracula, I cili ishte alati osmanëve, e largoi nga froni kontin Dracula, vendosi të vllajin edhe e mposhti faktikisht me shumë humbje, por e mposhti me një fushat. Pse I humbi të llahtarshme. Ushtria osmane, të llahtarshme, kur them të llahtarshme, ka humbur më shumë se 30.000 ushtarë. Po në fakt as ka humbur në krujt çdo rrethim. Në 3 rrethimet e krujës kanë 30.000, minimumi 30.000 ushtarë janë vrarë. Atëherë, pse I humbje njerëz përfitoi luftën në rastin konkret. Pra Dracula nuk ishte askund mund të krahasohet me madhështinë e Gjergj Kastrioti de Skënderbeu. Por kur them të lidhje familjare si mbështet edhe këtë hipotezën, mund të themi, se ka qenë edhe Gjergj Kastrioti de Skënderbeu antar I urdhit Dragoit, është një fëmijë misterios, një vajzë misterioze, e cila më mor në Itali nga urrit në Itali, ka qenë gjithmonë afër, s'ka qenë fëmija e vet, kuptohet, me shoqen e Gjergj Kastrioti de Skënderbeu, me Donikën. Donika ka rritur të vajzë. Del në dokumente dhe deri në moshën 16-18 vjeçare pranë Donikës. Jo si këshilltare, e trajtonte si fëmijë të vetin. Shumë historianë sot, përfshirë historian rumun, në një konferencë shkencore që kemi zhvilluar në Zvicër, në Zyri, në vitin e kaluar, ku kam qenë pjesëmarrës në këtë simpozium, folin historianë rumune, e cila ishte shumë e bindur se vajza në fjalë ishte vajza e kontit Dracula, e cila e mori me vete. Kjo do të thotë, nëse është e vërtetë, nëse arrin të faktu
në bazë dokumenteve, burimet shkruar, që akoma s'kan dalë drejt, uroj që të dalin, nëse është e vërtetë se Donika, përveç birit Gjoni, që tashmë u rrit në moshë, mbajti pranë vetes, e trajtoi si fëmijën e vet, nuk dai kurrë prej saj. Ishte vajza Drakulas, tregon një lidhje më thellë me Gjergj Kasetit Skënderbeut dhe Konti Drakula ose Vladi Tretepet. Si ka mundësi që se ishin ato, çka do thotë, është edhe një element tjetër, po themi element tjetër, një indicie, po themi, që na krijon mbështet hipotezën se Gjergj Kasetit Skënderbeu edhe ai ishte antar i urdhit Dragoj, ashtu si Konti Drakula, dhe duke qenë antar të një urdhri kishin detyrime njëri tjetrin që të mbronin familjarët edhe interesat e familjeve ekonomike, qofshin pikë pari familjarët, pastaj edhe interesat ekonomike dhe politike të familjeve. Duke qenë se ishin të përbetuar të Osmanëve, dy ushtrit, pse s'u bën asnjëherë bashkë? A ka ndonjë dokument? Tentativa, jemi duke fol për këto, po. Nga Lezhë në Rumani, në Bukuresht. Është distancë goxha e madhe. Edhe jemi duke fol për një matko, jo distancë kohore, por distancë territor, mes vllahisë së kohës dhe mes arbërisë së kohës, se ndodhet një territor goxha i madh. Serbia sot, që do të thotë mesjetër, Rashka, ose mund ta quajmë se Serbia mesetare. Dhe ishte e pushtuar nga Osmanët, që nga ekspeditët e para Osmanë ishte e pushtuar. Arriti 1462-63 pushtoi edhe Bosnjën. Nuk ekzistote mundësia e takimit. Në aspektin territorial ishte totalisht e pamundur zhvillonin aleancë. I vetmi shtet që mund të zhvillonte aleanca, i vetmi aleat që fakt edhe zhvilloi aleanca por dështuan ishte Janosh Hunyadi. Pra Hungaria. Ishte guvernatori i Transilvanisë, po themi vojvoda Transilvanisë, dhe u bë guvernatori i përgjithshëm, regjent i mbretërisë së Hungarisë dhe arritën që të bëjnë koalicion me Gjergj Kasetin Skënderbeun, por faktikisht asnjëherë nuk arritën me të vërtetë të bashkojnë ushtrit bashkë, dhe kjo ndodhi në fushë betejën e Kosovës, ku siç e përmenda, pas nënshimit të marrëveshjes së paqes pranë Lezhës me datën 4 tetor vitit 1448 me venecianët, Gjergj u nis me ushtri, Gjergj Kasetin Skënderbeun për të bashkuar me Hunyadin në Kosovë, por Hunyadi arriti më shpejt komunikimi s'kishte. Po llogarisin që ai vjen nga Hungaria dhe Ioni vjen nga pjesa e perëndimit, po themi, ose jug perëndimit, ose marrin nisën nga Kruja atje për të shkuar në fushë Kosovë. Shkaku kryesor që nuk u bashkuan ishte edhe se nuk kishin informacion për njëri tjetrin, për lëvizjet e njëri tjetrit, për marshimin ose distancat që ndodheshin, distanca reale, u bë pengesë Gjergj Brankoviçi, despoti serb, i cili ishte edhe vjerri i sultan Murati II, që kishte dhënë për nuse bijën e tij Mara Brankoviçin, sultaneshën Mara. Atëherë, ky bëri pamundës se të bllokojë rrugën Gjergj Kasetit Skënderbeut. Gjergj Kasetit Skënderbeut pas burimit hungarisë ka arritur shku deri në Duhul. Në Duhul është i kryqëzim rrugësh në Kosovë kur kalon nga rrafshi duke dalë në Drenica, pak para ndërlis për të dalë në fushë Kosovë, edhe ishte rreth 20 milje larg fushë betejës ku Hunyadi pranoi të bëjë betejë pa arritur vetë Gjergj Kasetit Skënderbeut. Është e sigurt se historia e Evropës do të kishte ndryshuar, sepse këto dy do ishin bërë bashkë, sepse edhe pse vetëm Hunyadi humbi betejën, u shkaktoi humbi të jashtëzakonshëm pranë ndërlisë osmane, Murati II. Sa aq i madh ka qenë numri i viktimave, sa osmanët i varrosën njerëz grumë i hodhën lumin Sitnica, thonë burimet e kohës. Sitnica është lum Kosovë sot. Edhe Nibër dhe Sitnica. Thot as pesë. Mundi ta kaloj Skënderbeu pengesën në Serbi? Nuk mund ta kaloj pengesën sepse despoti i bëri mundur që ai të vononte. Hunyadi u mund, në kohën kur Hunyadi u mund, me datën 19 tetor kur edhe u tërhoq 19 tetor 1448, atëherë Gjergj Kasetit Skënderbeut ishte 20 milje larg. Gjatë rrugës mundi forcat e Gjergj Brankoviçit e çau rrugën, po themi, shtegun për të arritur atje, se sa arriti ta ndalte, kuptohet, për të krijojë vonesa dhe arriti qëllimin në fakt për të mos i lënë të bashkohen. Pikërisht në Duhul, këtu që përmenda, te kryqëzimi sot ku është autostrada e madhe në Kosovë nga Prizreni në Prishtinë, arriti përballë tij u shfaqen disa të mbjetuar nga kjo luftë që ishin hungarez dhe polak. Edhe i treguan kemi humbur betejën, Hunyadi treguar nga betejë drejt Bereut, ne kemi arritur të çojmë rrethimin, kemi shpëtuar drejt Jukut dhe po vjen drejt Arbërisë për të kërkuar shpëtim. Pra ka humb. Edhe Gjergj Kasetit Skënderbeu në formë hakmarrje, ashtu që të bilin pyetje pse nuk e salmoi ushtrinë osmane, si ishte jashtëzakonisht e lodhur edhe me kishte psuar dëmet më dha. Mendonte se mos ishte shumë më madhe numerikisht, fitoria e kishte rritur shumë moralin e ushtarëve osman, kuptohet. Kishin artilleri të fuqishme fushore. Një atë kohë kishin marrë tashmë dorë dhe artillerinë e fuqishme fushore se kishte Hunyadi, sepse fituan betejën. Pra, Gjergj Kasetit Skënderbeu mund të gjente përballë paktën 200 topave fushor. S'ka se kishte vetëm për kështjella, jo të ndeshte tashmë me teknologjinë osmane dhe teknologjinë hungareze të kohës. Çka ndodhi mas largimit të sultanit me tërheqjen e forcave osmane, se ata faktikisht i droshin një sulmin Gjergj Kasetit Skënderbeut, se e dinin me saktësi vendodhen e tij, ata u tërhoqën duke menduar se mund të sulmonte. Ndërkohë se Gjergj Kasetit Skënderbeu bëri diçka tjetër. Ndërkohë që ato tërhoqën,
në formë hakmare sulmoi territorin serb, dozi fshatra, qytete, çka dëshmohet në formë hakmare, pra çka dëshmohet nga një letër të cilën vetë Gjergj Brankovici ja shkruan sultanit. I thot, bëhemi të dy bashkë tash, imagjino, ndërkohë që këto kishin shansin me Unjadin bëshin kundër Muratit, ky tashmë i bën kërkesën, mëse Unjadi u mund se kishte zonë robe dhe kishte Burgos, Gjergj Brankovici gjatë arratis Unjadit në Verinë për territorin serb e Burgosi. Ema vonë e lire duke marrë birin peng si mas garancie dhe duke marrë shpërblim të majën për lirimin e tij, po zgjatem me këtë pjesë, atëre i bën kërkesë Sultan Murati II. Tashmë që më ka shkatruar se shkruan në letër. Ai më doje unë ndihmoj, unë ndalova atë që të bashkohet me ushtrinë tënde kundër Janosh Unjadit. Ai në formë hakmarrëse, më ka djeg gjithë territorin tim, më ka shkatruar qytetin, më ka shkatruar fshatrat, ose edhe ai vetë detyruar të shkojë në veri, në Smederevo, një kështjellë që ndodhet në veritë serbisë, në brezit e Danubit, në mënyrë se të strehohet Moravës, në mënyrë se të strehohet se të shpëtoi sulmin e Skënderbeu. Se pjesa e territorit kishte jashtë kontroll totalisht. Pra flas për despotatin serb gjatë mesjetës. Dhe kjo letër kërkesë bën edhe lutje Sultan Murati II, po themi tash dhëndrit vetë, se ishte vjerri, dëshmon qartë se edhe arsyen pse nuk u bashkuan në ushtri, dëshmon qartë edhe frikën se Sultan Murati II kishte ndaj Skënderbeut, se nuk pranoi ofertën e Brankovicit për ta sulmuar Gjergj Skënderbeu, çka do të bënte vetëm 2 vite më vonë pas, sepse kishte marrë rrethimin e Svetigradit. Aso kohë kur flasim, me 31 korriku mos Svetigradit, dorëzua pa luftë. Edhe jemi në tetor të këtij viti 28. Vetëm 2 vite më vonë atëherë kur ndodh rrethimi i parë i kryesit, mori masa ekstreme, po themi, angazhoi gjithë, po themi, elitën ushtarake të kohës që të sulmonte Gjergj Skënderbeu. Pra, nëpërveç kësaj lete mësojmë shumë gjëra. Nuk arritën të bashkohen, por me se dalte Dracula, bashkëpunimi i tillë me Kontin Dracula ishte totalisht i pamundur. Si rezultat i distancës territoriale, kuptoj. Kthehemi ditët e sotme sepse në fillim mund ta thash pse Lesha nuk e ka dymarsin, Shqipëria nuk e ka dymarsin fesë zyrtare. Ka edhe diçka tjetër. Dy ngjarjet më të rëndësishme që lidhin Lezhën me Skënderbeu, por edhe që Skënderbeu i ka siç është dymarsi apo në fund vdekja e heroit kombëtar ndodh pikërisht varrosja e tij në Lezhë. Ky hero kombëtar nuk kishte një përmendore, një bust në Lezhë. Para 6 vitesh pat një iniciativë, një mori arsyesh të ndryshme. Po bën 7 po ecë kohë. Dhe vim sot ku duket se po vendoset. Çfarë jo po vendos, tashmë është vendosur, atje të më mbledh pak fjalë. Po vendosur. Lesha, s'po them se duhet ta kishte e para, po e dyta pas kryes duhet ta kishte një shtatore monumentale, siç e kemi vendosur dje dhe pritet të zbulohet ceremoninë e inaugurimit me datën 2 mars, ditën e diel. Për herë të parë qyteti i parë në Shqipëri, në kohën kur Ahmet Zogu ka qenë presidenti i Republikës, kur është bërë kërkesë nga Bashkia e Lezhës së kohës për të vendosur në shtatore Gjergj Skënderbeu në Lezhë. Merrem me mend. Tani jemi nga vitet 20 të shekullit kaluar, jemi 100 vite mbrapa, edhe na u deshën 7 vjet, prap, që ta vendosim të arrijmë, po themi, po Zogu pse se vendosi? Atëherë Ahmet Zogu për kohën Ahmet Zogu ka arritur të fusë në simbolet shtetërore, si sta përmenda në fillim. Ka ndërtuar buste, por jo shtatore të mirëfillta. As në Tiranë s'ka ndërtuar shtatore të mirëfillta. Dihet kur është ndërtuar në Tiranë. Me vonë se sa atëherë. Jo po të mendësia e kohës. Për shembull në Rom u inaugurua para se të bëhet ngruaj dhe në Tiranë. Atëherë. Aso kohë nuk mund të themi se mund ta ndërtonin në Lezhë, sepse Shqipëria kishte, unë them me pak nga herë thojza. Ne kur kemi dalë jemi shtruar nga Perandoria Osmane, ne fitu pavarësinë, madje mas luftës parë botërore, ne kemi qenë gati si mesjet. Kushtet që jeton në vendin jon, ne mund të them dali nga mesjeta, mund të them fundi i rilindjes kombëtare. Kushtet që jetonin aso kohë, masa më e madhe e popullit. Gjendja që ne kishte lënë Perandoria Osmane, nga vend i lulëzuar evropian perandimor, ishte me të vërtetë mjerueshme, mizerabel, mund të them, me pak fjalë mizerabel. Edhe qytetet shqiptare aso kohë, pavarësisht, shohim disa kartolina të vjetra në disa foto. Kanë qenë gjithë të stilit oriental, qytete, pjesa më e madhe e tyre si më qenë fshatra oriental. Fshatra, qytete të rëndomta me fizionomi fshati oriental. Pra, në aso kohë ti mendon që Ahmet Zogu do të bënte diçka të tillë. Ai maksimumi që ka bërë, unë çfarë më them, jo shtatore, por morale ka bërë tek vila vet në Durrës. Ke shumë të drejtë kur e mendoj se jemi në vitin 2025 dhe më në fund mund të vendosur vërtet ta them mund për shkak po thua Ahmet Zogu në vitin 20. Imagjino Ahmet Zogu në vitin 20 president. Po Lezhë, pse u deshën 7 vjet apo atëherë në fakt Lezhë
Shumë është përfolës si puna 2 marsit dhe puna e shtatores, më shumë se 2 marsit, për të vendosur një shtatore. Ishte viti 2018, viti mbar kombëtar i Gjergj Kaset të Skënderbeut. Me shkretaren e bashkisë kohës, Fran Frokaj. Atëherë diskutuam personalisht se del dëshmitar dhe personi në fjalë kuptohet. Them, e ke premtuar në fushat, sa është e vërtetë e mbani mend edhe ju, se do në ndërpremtimet e fushatës ka qenë do të vendosë për shtatore e Gjergj Kaset të Skënderbeut. Edhe I them, ti e ke premtuar, unë kam dëshirë, më shumë. Ti e ke premtuar, unë kam dëshirë. Ta vendosim një shtatore. Atëherë, që në momentin kur u diskutua, dolën 2 kandidatë skulptor. Faktikisht pa bën njoftim publik, pa asgjë. Erdhën takojnë personalisht. Janë interesuar te kryetari, njëri është interesuar te ai dhe ma ka nisur mua, tjetri ka personalisht tek unë. Edhe doli si të them ty. Krejt rastisht kjo, si ishte organizuar. Duke pa se përveç këtyre 2 mund kishte edhe shumë të tjerë. Atëherë I propozoj se shpallim konkurs. I ndjeniti se brenda historisë së tij. Atëherë them kryetar shpallim një konkurs, konkurs mbar kombëtar, jo konkurs mbar kombëtar. Dhe çfarë ndodhi, siç e di vet, jo përgjigje. Pavarësisht na ndihmon shumë media, kuptohet, ju na keni ndihmuar shumë atëherë. Ndodhi se erdhën në paraqitje 28 bocete. S'ka ndodhur ndonjëherë konkurs paraqitje 28 bocete, paraqitje 10, 7, 5 në një herë, edhe 15 ndoshta. 28 bocete, edhe rreth 40 bashkautor, nëse të kujtohet, edhe 40 bashkautor. Po. Atëherë, dhe komisioni asaj kohë, kur kam qenë pjesë edhe vet, në 2 mbledhje që bëm, njëra është më u anullua sepse ishin 2 bocete shumë të bukura për të zgjedhur cili do të ishte, edhe u zgjodh pikërisht boceti fitues modeli që kishte paraqitur se boceti e zollë bocetin po 7 vjet. Atëherë, çfarë ndodhi? Pas bocetit çfarë ndodhi? Plani ishte të vendosim me datën 2 mars, sa përmbledh shkurt. Me datën 2 mars 2019-s. Ka tashmë viti mbar kombëtari I Skënderbeut. Atëherë, u vendos 2019-ën në kohë rekord momentin që u shpall fituesi, kuptohet, edhe me vendime, duke paralelisht edhe me dokumentacionin, deri në kohën që po flas, në konkurs, bëhet fjalë për konkursin, atëherë fituesi Ardian Pepa, I kërkojmë që ta bëjnë sa më shpejt në mënyrë se ta inaugurojmë me 17 janar për me 2 mars, sepse do të bëhet pikërisht për bestidën e Lezhës, kuadrin e bestidës Lezhës. Dua ta falenderoj jashtëzakonisht shumë nga zemra Ardian, domethënë ka bënë punë jo shumë bukur, cilësore. Sa ato vlerësore dhe kritik të artit, ç'është detyra ime kjo pjesë. Në aspektin historik unë kam dëri duke dhënë sugjerimet e mia. Për çdo element që shihni aty kam dhënë mendimin tim në aspektin moral, në aspektin historik. Jo anatomik, jo paraqitjen skenike. Jo nga aspekti moral që vetë skulptori ka bën terras. Atëherë në aspektin të skulptorit. Po them juve, po kam parasysh bashkimin 7 vjet. Ai vetë domethënë ka bën në kohë rekord. Edhe baltën edhe dertën në bronz në mënyrë se të vendosë të arrijë datë 2 mars. Është një statuj masive 3 metra 70 cm lartësi. Nuk realizohet për 2 muaj, për 3 muaj, do në punë shumë të madhe. Atëherë çka ndodhi? Duhet pranojmë edhe diçka. Edhe para shikuesve, duhet më qenë, unë gjithmonë kam qenë, do të vazhdoj të jem. Janë edhe gabimet tona pa, kur them tona, po fus të mia, po fus të vetëm tash. Atëherë ne vendosëm se ta inaugurojmë me 2, ta vendosim ta inaugurojmë me 2. Aso kohë mungoshin dokumentacion. Pra, nuk u bë dokumentacion ashtu si duhet, nuk u bën vërtet kjo pjesë. Tashmë jemi në gjendje krejt tjetër. Dhe duke bërë me ngutje, edhe gabon njëri. Edhe gabon, kuptohet, edhe nuk u plotsu dokumentacioni, kërkesa që u dërgua ministrisë, nuk u dërgua vonë, por pak ishte vonë, dhe ata kthimi përgjithsisht edhe më vonë, dhe çka ndodhi kur vendosëm aty me vendim bashkisë, atëherë zona arkeologjike si ishte ajo faktikisht. Zona arkeologjike, po them. Zona arkeologjike Shkret Lezhë apo? Zona arkeologjike Lezhë është zona 9, edhe ku kemi vendosur në zonën 9, bile është edhe përballë dhe më afër parkut arkeologjik. Po, atëherë. Dhe me pretekstin edhe me shumë e drejtë faktikisht se zona arkeologjike, edhe pa marrë lejet e posaçëm, pa plotsu dokumentet e posaçëm, u bë mundi se të prishet. U prish pjedestali, dim shumë mirë basamenti. Nga 2019-2025-ën. Që nga jo kohë, atëherë, ram dakord në parim, atëherë ta ruajmë magazin, edhe të vendosim një variant tjetër. U diskutua, plotsuam dokumentacionin. Ky varianti pse më 6 vjet. Atëherë shikoj se u plotsu dokumentacionin, prandaj po mbledh për pak fjalë. U plotsu dokumentacionin tashmë në rregull. Gjithmonë kërkuam variantin A, gjithmonë vetëm verit sheshit Gjergj Kastrioti. As që bëj fjalë. 3 mbledhjen zhvilluan Këshillin Kombëtar të Restaurime, normalisht unë kam shkuar në mbledhje si përfaqësues I bashkisë. Një nga këto mbledhje ka ardhur Sokol Toma, pra ish drejtori urbanistikës në bashki. Dhe më shumë kemi bërë debate, më shumë kam folur, unë kam bërë debate në mbledhje dhe nuk u ra dakord varianti A, në asnjë mënyrë variant, nuk e di arsyeën, argumentet e zonë arkeologjike. Brenda zonës arkeologjike është prapë dhe varianti B, si na thonë, jepeni një të sheshit, një lindje të sheshit. Dërgojmë dhe variantin B, një të sheshit, nuk kanë dakord. Dërgojmë dhe variantin C, një lindje të sheshit. Dhe variantin C kemi dhënë në kohën kur ishte në krye të bashkisë kryetari aktual Piri Ndreu. E firmose prej tij kërkesa dy, janë publike këto se. Po tjetër. Ilustrojnë me dokumenta, po të kesh nevojë. Dhe nuk u miratua as varianti C. Pra në shesh as e bëhet fjalë.
Ju pas nevojë me pas variantin zh. Atëre, veç me shkolla atje mi marrë gjitha gramat alfabetit. Ç'a ndodh? Atëre, varianti se flasim, jemi te varianti D, ose varianti 4. Atëre lind ideja, kjo është propozim ide dhe propozim vetë kryetarit aktual bashkisë, pra, zoti Perendrau. Përfiton nga rasti falenderoj shumë sepse ka ndërhyrë personalisht, ka lubuar personalisht, ka për të mundur dhe të shlyhet edhe pagesa e skulptorit që nuk është e kryer akoma, sepse duke qenë se dështoj. Po më duket pak habi. Duhet investimi një individi për të vendosur shtatoren e heroit kombëtar? Atëre, logjikisht. Ai ka bërë një punë shumë mirë, çose ka bërë ashtu po. Logjike nuk duket. Ne jetojmë në Shqipëri, duke qenë se kjo u mediatizua shumë, unë i parë, se kam gjetur non stop. Atëre, kaloj edhe, ju s'po them fyrë personale, po kaloj edhe në debat publik. U hapa të gjithë publik me këtë rast. Pse Ministria se purdhën? Kishte nga zëri se thonë bllokon kryeministri Edi Rama. Jo, është politik me Skënderbeu. Shumë kemi variante se duhet kemi. Po atëre kemi gjithë variante. Po, kuptohet. Atëre, ndonjëherë ndoshta mund të jetë përsërisht e vërtetë. Ndoshta, po them gjithmonë se nuk mund kjo është quhet spekulim në rastin konkret. Si puna e historisë Skënderbeut që ndonjëherë veç me hamendsi. Aty s'ka spekulim, aty flet në çun dokumenta. Edhe këtu po flasin çun dokumentave. Nuk mund t'ja faturojmë as kryeministrit, as ministres së kohës, po them, bi fjala Elva Margariti, Mila Kumbora Elva Margariti dhe deri tek ministri aktual, te Blendi Gonçe. Ky e valen, kuptohet ky i fundit, po kishë flasim. Pra çka ndodhi? Plotësuam gjithë dokumentacionin në mënyrë se mos nxjerrni më pretekste, pra për ta bllokuar, pra. U zgjodh varianti që tham, në lulishtin e re përballë memorialit, e propozuar nga vetë kryetari i bashkisë zoti Perendrau. Loboi personalisht kryetari tek ministri i kulturës, pra ministri i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, dhe u mor miratimin në parim, atëre ndërtuam, bëm plan vendosim, e paraqitëm për miratimin në Këshillin Bashkiak. Miratuan e mbledhjen se u zhvillua me datën 27 janar. U zhvillua mbledhja, kemi zhvilluar mbledhje online, zhvilluam mbledhje me ministrin, bashkë me inxhinierin Alban Laçi, unë bashkë me Albanin, që jam profesor bashkisë. Atëre patje debat vogël, Këshillin Kombëtar, debat të vogël, flas. Atje prap zonë arkeologjike, ke parasysh e njëjta histori, dhe por përfundimisht me që ishin rënë dakord në parim, pjesa më e madhe e komisionit, jo pjesa më e madhe faktikisht gjithë, me një kundërshtim pat se kemi dhënë ndërleja prap zonë arkeologjike edhe aty, gjithë pjesa tjetër rënë dakord. Zonë arkeologjike kemi vendosur edhe busin e qeshfishës me. Edhe s'ka pas debat për zonën, ka pas debat për formën, paraqitjen dhe për zonën jo. Për zonën as pak. Tu ishte për zonën preteksti, gjithmonë jemi te preteksti për zonën. Se kjo më bën kurështje, një bashki që lodhet me bë dokumentacione, një ministri që ka shumë më tepër ekspert specialist, s'bën dot një vendim. Në rastin konkret, ura dakord, por gjithë dokumentacionin. Apo është si puna e festës 2 marsit. Festës 2 marsit, atëherë festa. Do të një analogji. Pa ditur arsye. Ndoshta uroj dhe nuk dim arsyet, po nuk e dim arsyet, por uroj dhe shpresoj shumë se mos të zvarritet njësoj si historia e shtatores edhe festa 2 marsit. Çfarë vleret më nëse ka lobim, nëse ka lobim, edhe veprohet njëjtë në vendosmëri, plas kryetari i bashkisë prap, kthem te Perendrau, nëse ka vendosmëri, siç pat vetë, pa them, pasërën në vendosmëri të jashtëzakonshme për vendosjen e shtatores, njëjtën intensitet luftoi edhe për 2 marsin, besoj se do të arrihet. Pra me lobim arrihet, kuptohet. Çfarë vlerë merr për Lezhën? Vlerë merr për Lezhën atëre. Lezhë ne festojmë festën vet, 2 mars mos jetë festë kombëtare. Ne bile 2 marsin ka vite e festojmë 2 marsin, më bukur se të gjitha festat tjera kombëtare që mund të festojnë në vendin tonë, se kudo ku ka konflikt të shqip, po themi, edhe në diasporë, po themi. Por edhe do të vazhdojmë ta bëjmë diçka të tillë. Nga viti në vit gjithnjë më bukur, më të madhe, më zero. Këtë vit e kemi maraton 2 ditë aktivitet madje. Do të jetë më madh se ato tjera. Po, atëre. Por nëse shpallet festë kombëtare, atëre plotësohet kret puzzle, po them. Plotësohet kret panorama në lidhje me qytetin e Lezhës. Lezhë atëre jo vetëm se kemi dëshirë ne, po edhe në aspektin zyrtar, kthehet një epicentër kryesore e festimeve dhe aktiviteteve zyrtare zhvilluara në vendin tonë dhe më zgjer. Dhe 2 marsi ditë pushimi për ato që janë në punë, por nuk është ditë pushim për ne. Për ne është ditë stresi, ditë ngarkese, edhe ditë përgjegjësie shumë e madhe. Se të shkojë çdo gjë mirë, edhe shumë më mirë se sa mendojmë. Faktikisht deri tani shumë më mirë se sa kemi menduar na ka shkuar, por gjithmonë duhet të merren masat paraprake. Ne kemi nisur tash përgatitur të paktën 2 muaj përpara. Gjithmonë nisim kështu për 2 mars, gjithmonë nisim përpara, sepse nga vetë rëndësia për masat që ka aktiviteti, pjesëmarrja shumë njerëzve ta dikton që të angazhosh shumë më herët se sa vjen data, se mund për një aktivitet tjetër më të vogël mund të harxojmë energji ndoshta vetëm 2 javë përpara. Me përgatitje minimale mjafton që të zhvillohet aktiviteti. Ky rast jo. Çfarë ndodh me 1 dhe me 2 mars 2025? Me datën 1 kemi aktivitet kryesisht me 3 me talente të reja. Që sot ka nisur bllokimi i sheshit Gjas Kastrioti.
do të vendosen standat e artizanëve, ftuar nga gjithë Shqipëria dhe nga treva tjera shqiptare, nga Kosova, Maqedonia, për shembull Bujanos Medveç, marrin pjesë edhe artistë edhe artizan, edhe nga Malizi. Pra gjitha trevat e banuara me shqiptarë. Gjithë ato do të paraqesin punimet e veta. Ka ardhur një koloni piktorë dhe skulptorësh, 26 artista, edhe ato do të bëjnë një ekspozit me këtë rast, përveç artizanëve, pra janë rreth 100 janë artizan, vetëm artizan. Do të vendosen rreth 50 stenda në shesh. 26 artistë pritet të vinë tjerë, 26 kontingjenti parë që ka ardhur, dje grupi parë ka ardhur mbrëm në Lezhë dhe pritet të vinë të tjerë nga të gjitha trevat, dhe kishte dy veta prej tyre ishin nga Presheva për shembull. Edhe përveç këtyre aktiviteteve, kemi edhe talentet e reja që do dalin në skemë, trinj dhe treja, edhe qoftë edhe fëmijë, do të përfshihen shumë aktorë, shumë fëmijë, themi më shumë të rinj, por do ketë edhe shfaqjet nivelit lartë aktor profesionistë dhe të tjerë. Ndërsa me datën 2 kuptohet aktiviteti nis dhe kulmon, do të them, në orën 10 përpall memorialit, kur do të zhvillohet ceremonia e inaugurimit të shtatorit 6 kasetë të Skënderbeu. Pritet të vinë titullar të lartë shtetit shqiptar, kanë ardhur faktikisht edhe vitet e tjera. Jo gjithmonë. Një pjesë e madhe kanë ardhur. Presidenti i Republikës zakonisht nuk ka munguar. Presidenti aktual dhe presidenti tjetër, që nuk është më president. Ashtu ti ku e dim. Dhe përgjithsisht kanë marrë pjesë. Presidenti i Republikës kanë marrë pjesë. Kryeministrat më rrallë, jo vetëm Rama, edhe përpara, më rrallë, se faktikisht do të ishte në kushte normale, do të merrte pjesë, kryeministri do të merrte pjesë në çdo 2 mars. Çdo kryeminist, vetëm Rama sot, dhe kryeministri mund të vinë pas. Të gjithë pa përjashtim. Do të ishte edhe presidenti i Republikës, dhe kryeministri, kryetari i parlamentit pritet të vijë, në rastin konkret, kryetari i parlamentit gjithë titullarët e lartë të shtetit duhet të jenë pranishëm. Jo vetëm tonët, po 2 mars ja dikton. Prandaj thamë gjë, nëse 2 mars është shpallë festë zyrtare, ja dikton se të jenë pranishëm. Marrëm nga vitet e shkuara, ne kemi pas prani zyrtarësh më shumë nga trojet jashtë Shqipërisë, londinezës se sa nga brenda Shqipërisë. Siç është vetë çdo vit, jo vetëm kjo, por faktikisht është për të falendëruar shumë përzemërsisht me përshëndetje të mos bashkëdhetarët në Kosovë, shqiptarët e Kosovës. Edhe të Maqedonisë. Edhe të Malit. Shiko, nuk bëna përjashtime diferencime. Se për shembull grupi më simpatik që ka ardhur kohët e fundit ka vizituar memorialin, ka qenë pikërisht nga Maqedonia. Erdhen 84 burra, të veshur gjithë me bluza, maica si i thonë ato, me pak të Kosovës, me stampuara me imazhin 6 kasetë të Skënderbeut, se nisën nga Lezhë në Krujë në Vlorë. Pra, nga gjitha treva, s'po bëj përjashtime, por numri më të madh, numerikisht. Patjetër. Numri më i madh Për shkak vinë kryesisht nga popullsia më e madhe. Popullsia më e madhe. Flas për festa. Aktiv 2 mars nuk kemi plazhe. Jo, jam dakord, po. 2 mars edhe kur është bërë kuto tjera, kur erdhi diaspora, 3200 delegat diasporës. Po. 3200 kanë qenë, pra, më shumë kanë qenë të huaj, se kanë të huaj shqiptarë që jetojnë jashtë, se sa shqiptarë të Republikës Shqipërisë, qytetarë të Republikës Shqipërisë apo të Kosovës. Pra më shumë, aso ku ka qenë sheshit mbi 5000 veta. Nga ato 3200 kanë qenë delegat diasporës. Edhe këtë radhë presim që numri të jetë në shesh, numri i pjesëmarrëve në gjithë këto aktivitete maratonin, brenda 2 ditëve të kalojë numrin 5000. Dhe kjo është e sigurt. Nuk e di arrit gjithë? Ai zë sheshit gjithë? Atë shesh nuk e zë gjithë, por duke qenë sa është i ndorë në aktivitetin në 2 ditë, një pjesë e madhe e tyre mund të marrë pjesë ditën e parë, pjesa tjetër edhe shpërndahen, kuptohet. Ti e din shumë mirë sepse ato nuk rrinë gjithë në një vend, lëvizjen. Kuptohet se lëvizja. Aktiviteti nuk është aktivitet 20 minutë, 30 minutë, as një orë, edhe aktiviteti zgjat. Gjithë ditën ka festë në Lezhë. Domethënë nis nga ora 10 ditën e shtunë dhe nis nga ora 10 ditën e diel, me 1 dhe me 2 mars dhe gjithë ditën ka qenë aktivitete shumë i ngjeshur me aktivitete, një program shumë i ngjeshur. A mund jetë kjo një mundësi për qytetarë brenda Shqipërisë që duhen të përjetojnë 2 ditë ndryshe? E ndoshta edhe për marrë një satisfaksion se po flasim për heroin kombëtar, për ngjarje të rëndësishme, është normale bestidhja. Them është edhe obligim moral dhe shpirtëror me qenë në atë ditë Lezhë, po me 2, po them datën 1, sot është 2 ditë, ndoshta dikujt mund t'i duket shumë, por fatmirësisht datat kalendari ka qelluar fundjavë, nuk janë marrëdhënie punë mund të vinë, bashkë me familje, prandaj kam shkruar në status Facebook të fundit që kam bërë, gjitha rrugët dhe 2 mars gjitha rrugët çojnë në Lezhë. Faktikisht çdo 2 mars gjitha rrugët çojnë në Lezhë. Dhe gjithë ata që kanë mundësi dhe kanë kohë, do të bëjë këtë pjesën, mundësi edhe me distancë, mundësi edhe financiarisht në shpenzime kur vjen nga vendet larta, se disa miq të mi vinë nga Zvicra, nga Gjermania, edhe kanë mësuar jo pak, por vinë edhe përfaqësues shoqatash, numri i konsiderueshëm, llogarit kostot, bileta avioni dhe qëndrime e tjera do të vinë të rrinë 3-4 ditë.
Ky është lajm i mirë që njerëz të tjerë. Në fakt me 1 mars do të kemi shumë më tepër vizitorë se kemi edhe primarët, kështu që do na shtojnë numri. Do shtohet numri. Me primarët. Detyrimisht ata do rrinë, do ta shijojnë për këtë mirë. Përfitoj nga rasti, gjithë ata që marrin pjesë me primarë. Ti ftosh në fest. Vinë edhe në fest, bëjnë pjesë e festës. Edhe një rrugë 2 marsi nuk është i një kryetari i bashkisë, nuk është i një subjekti politik. 2 marsi ju përket gjithëve. Është prej 581 vitesh pjesë e Lezhës, kështu që të tjerë kanë ikur, ne do ikim. Të tjerë do vinë 2 marsi do mbetet gjithmonë. Ne do ta forcojmë si traditë, të tjerët pas nesh do ta ndjekin. Modeli që kemi krijuar ne. Unë do kthehem te një pjesë shumë personale jotja. Ju e keni pak si të kështu përzemërsisht merreni me figurën e Skënderbeut dhe prej kohësh jeni duke i dedikuar një libër. Ka shumë kohë që njerëzit pyesin edhe sa. Edhe pse do të përdor një shembull. Është një profesor nderuar, Araj Plasare. Në Araj Plasare. Patjetër. Profesor edhe mik, kam edhe shumë mik. Edhe atë librin s'di e ke lexuar, libri është shumë cilësor, me të vërtetë, edhe Skënderbeu një histori politike është titulli. Libri i famshëm. Kush e ka lexuar historinë flas për këtë historisë. Thot puna për këtë libër nisi në bibliotekën në Francë në vitin 1995, edhe është botuar në 2010, 15 vjet. Material burimor, arkivor, pafund po themi. Autor ndryshëm 30 vjetër plot. Dhe unë do të thotë se 15 vjet akoma. Falësh, do të dalë këtu do të dalë. Tash ai merret me pjesën politike, diplomatike, këtë aspekt. Unë kam përfit gjithë aspektet e jetës së Gjergj Kasetit Skënderbeut, por kryesisht jam fokusuar tek arti ushtarak. Pse? Skënderbeu do të thonë Gjergj Kasetit Skënderbeut si njeri dhe arti ushtarak, doktrina ushtarake, geopolitika, geostrategjia, këtë pjesë kam. Pse? Sepse për të kanë shkruar shumë, mbi 600 libra dhe 1292 artikuj shkencor që janë kushtuar atij. Vetëm Napoleon Bonaparte ja ka lënë për numrin e librave që janë botuar për jetën e vepër e tij, për Bonapartit. Dhe kam për këtë aspekt sepse ende nuk ka një studim të tillë të plot të artit ushtarak. Ka pasur studime tentativa për të bërë studime të tilla, por kanë qenë të pjesshme ose kanë qenë, po themi, të mangta nga burimet. Të mangta, të vogla materiale, sepse janë bazuar kryesisht te Marin Barleti edhe Fanoli kryesisht, dhe nuk janë zotër më shumë literaturë. Unë personalisht do ta shihni edhe kur dalë, do të thënë kur të botohet libri, këtë vit duhet ta mbylsë se edhe më ka lodhur, sinqerisht. Atëherë, në muajin shtator kanë bërë plot 8 vite që punoj për librin. 8 vite. Dhe vite intensive kanë qenë, do të thënë, nuk mund të bëj diferencimin këtë pjesë. Vitet më intensive kanë qenë, dëshira ime ka qenë fillim ta botoj në 2018, vitin mbar kombëtar Gjergj Kasetit Skënderbeut. Zgjeta aq shumë material arkivor, aq shumë material që, do të thënë, burime të tjera, libra të vjetër edhe literaturë. Edhe të pathënë se si kanë përdorur autorët e tjerë, literaturë bibliografike se nuk i kishte përdorur pathëna për ne, jo se dikush e ka thënë se edhe për historinë ti nuk e ke shpikur, do të thënë ke gjetur diku, po diku i ka marrë materialet atyre. Të panjohura në historiografinë skënderbegjane, shqiptare dhe botërore. Dhe në mënyrë të tërthor, në mënyrë të vërtetë për tërthor, në për literatura të vjetra dhe të reja, në për arkiva, për shembull Milano, unë kam shkuar të hulumtoj për të bërë një studim, Gjergj Kasetit Skënderbeu dhe Francesco Sforza. Francesco Sforza ka qenë duke i Milanos, i dukat Milanos. Dhe kam gjetur materiale të tjera, letërkëmbime mes Gjergjit dhe atij, dhurata që kanë shkëmbyer me njëri tjetrin, gjëra që janë përmendur asnjëherë. Në Napoli, deri fundit më larta, kam qenë dhurata jo kompromentuese, jo kompromentuese. Dhurata që bënin me kuaj garash, kuaj të zgjedhur, dërguar në Skënderbeu nga armë që e ka dërguar ai si këmbim, armatura, armë ndryshme, ceremoniale, po edhe që janë përdorur edhe në fushën e betejës, kuptohet, dhurata të kësaj natyre, edhe monetare, ndihma monetare, që dhe në ambasadorëve për të ndihmuar ushtarakisht, ekonomikisht për ushtrinë e Gjergjit, por me të veçantë kam gjetur materiale në Valencia, kur kam shkuar tek varri Donika Kastriotit, sa atje ka vdekur në Valencia. Dhe në arkiv duhet të shkoj edhe një herë. Kam bërë të shkoj edhe një herë, sepse aty më gjen shumë për jetën e Donikës dhe pasardhësit e Gjergj Kasetit Skënderbeut, ato që kanë jetuar në Spanjë, dhe një pjesë e tyre, një degëzim që ka jetuar në Spanjë, dhe pjesë e tyre që kanë rikthyer sërish në Itali, ku jetojnë edhe sot. Pra, edhe vendet e veçanta këtij libri, po them, përveç punës në arkiva,
dhe literaturës historike, se ka kaluar numrin 1600, do ta shkruani në fund, kur do lista bibliografike, nuk ka listë bibliografike jo më të madhe për Gjergj Kastrioti në Skënderbeun, por për asnjë figurë tjetër historike. Ka shumë, por fatmirësisht kam zgjedhur Burime. sepse është merita e tij, një personazh, një figurë historike jashtëzakonshme, kanë shkruar shumë njerëz, del thash një drejt për drejt të fortë në shumë autor dhe nëpërmjet atyre autorëve un kam zhurmuar bibliografinë atyre, burimet ku janë bazuar ato, kam kërkuar burime dhe kam gjetur dhëna të tjera që atyre shikon interesuar, po që më intereson për studimin tim. Dhe e veçanta tjetër është puna në terren. Se zakonisht historianët nuk e bëjnë këtë pjesë, kryesisht punojnë në arkiva ose po themi në skrivani, në tavolina. Në gjitha vendet, përveç s'kam shkuar akoma në Edirne, ku ka jetuar si peng i dhënë rob nga jati, pra marr peng nga sultani Osman, dhe nuk kam shkuar akoma në manastirin e Hilandarit, ku ka të varrosur një vëllai i tij Konstantini dhe ku mendohet se mund të jetë varrosur edhe i jati dhe ku mund të ketë dokumenta për Kastriotin. Ku del për herë të parë 1400 biles, atje për herë të parë përmend emri i tij. Gjergj Kastrioti del në dokumentet burimet arkivuar të shkruara. Është djegur në 2004, nuk e di në mënyrë aksidentale apo jo, është manastiri serb, është një shtet brenda shtetit grek, se aty rreth janë 16 manastire, bashkë me të vegjël 20 manastire në total, kjo është manastiri serb. Është një kullë që quhet akoma e ruan emrin Kulla Arbre, e cila e kishte blerë Gjergj Kastrioti, Skënderbeu baba i Gjergj Kastriotit, dhe por problemi është se nuk mund ta vizitoj, e para do të më qenë besimtar ortodoks, e dytë do më vlerësoj një morim me letra, murgjit që ato janë serb. Edhe konvertoj o burr për mjafton ata, i shiko. Mjafton me kërkuar në Google edhe për mua gjën direkt, edhe thon upa, anti-turk, anti-serb, se kështu del edhe disa artikuj, nuk e kanë problem me skrenari, por janë konvertuar shumë për letra, ti s'po konvertosh për Skënderbeu. Jo, e kam provuar në një formë, është kusht ato se mund të kenë hilandar. Pak ka shqiptarë që kanë shkuar në hilandar, nuk ka akoma s'ka shkuar një historian shqiptar ose as arkitekt shqiptar në hilandar. Duhet të flesh një natë atje, duhet të jetosh me murgjit. Unë kam Maraku im më i madh nëse nuk arri për me shku pak në vendet, se mendohet edhe Gjergji vetëm ka shkuar disa herë si del emri dokumenta 2 herë në aktet dokumentare të Hilandarit, ku për herë të parë përmendet emri i tij. Para se të shkojnë veprat për Gjergj Kastrioti. Hilandari ku ishte? Hilandari në Greci, në mali i shenjtë Athos. Mali i shenjtë është në pjesën juglindore të Selanikut, mali i famshëm. Athos, mali i shenjtë, atje lejon vetëm siç dihet meshkuj, murgjë, nuk ka femra, nuk lejon as kafsh në gjininë femërore. Dhe është një vend i veçantë, shtet brenda shtetit, siç është kemi jo si Vatikani, po themi, ai shtet çdo kom ortodoks ka një monastir kafsh. Atëre kështu është rregull atje se vetëm Shën Maria ka pasur vetëm një femër se ka shkel në tokë, ka qenë Shën Maria dhe kjo është rregull që nuk lejon për të shku femra atje, vetëm meshkuj. Prandaj ka vetëm murgjë, të cilët kur vendosen për të shkuar atje, mbyllin edhe jetën në manastirin ku jetojnë, edhe jetojnë në mënyrë shumë të thjeshtë. Unë kam merak këtë pjesë, nëse nuk e realizoj, kjo nuk do të thotë se do ngelet libri peng se unë nuk arri për shku në manastirin Hilandare të Nafos. Dytë pastaj. Kupton. Jo vëllimin e dytë, më vjen studim posaçëm atje lidhur me këtë çështje. Patjetër që po. Për të shkuar diku se është interesante. Ne do marrim librin, do kemi libër anajtu 3 gjona ose thuja Gjergjit 3 gjona që janë interesante, të pathona të këtij librit, por që nga qenë shumë panjohura për ty dhe ti e impresionuar vetë nga këto zbulimet që ti ke bë? Atëherë, pjesa ku më pëlqen më shumë dhe intrigon gjithë është jeta personale e Gjergj Kastriotit të Skënderbeu tek pjesa e raportit tim me femrat. Kjo është kuriozitet apo? Atëherë, shumë autorë janë aventuruar në këtë pjesë, janë aventuruar. Disa e kanë kthyer dhe në trajtën e romaneve historike, jo ka qenë dashur me vajzën e sultanit, duke marrë bazë një roman historik, një autor italian, Antonio Zoncada, dikush ka bërë libër, s'po përmendem me autorëve, por ai është fiction, domethënë është trillim artistik, nuk është realitet historik. Unë kam konsultuar materiale të tjera të autorëve serioz, të cilët e shohin në këtë vështrim tjetër, pra janë priftërin katolik. Arsyeja pse u martua me vonesë, pse nuk dëshironte të martoj, dhe arsye të tjera që lidhen me jetën e tij personale, me besimin, sa i krishteri devotshëm ishte Gjergji, apo e përdorte krishterimin si instrument politik. Ai ishte edhe besimtar dhe e përdorte si instrument politik, apo atëre ka materiale të cilët mirë është t'ja lëm librit, por disa tash, nuk thash. Atëre, për sa i përket kësaj pjesës së romantike, po themi, tjetës sentimentale të Gjergjit, e vërtetë është se ai ka pas një shestim vjegjëror për luftëtarë, njësoj si shqipi afrikanus, ka qenë një general i famshëm rëmak. Edhe renditet në ushtarakët më të mëdhej në historinë e njerëzimit, njësoj si Gjergj Kastrioti në listën e top 5 ushtarakëve më të mëdhej në historinë e njerëzimit.
dhe i njëjt Gjergj Kastrioti siguraj nuk dëshironte se të mbante gran kamp, as gratë për dala, siç ndodhen nëpër kampet e tjera, ishte i krishterë i devotshëm, se objektivi kryesor i atij mendonte jo se gjithon disa ku diun fantazojnë nuk mund të rrinte pa luftë, sepse atëherë ishte pa të relushme vetëm qetësia, nuk mund të jeton në qetësi, jo, në vërtet ka jetuar në qetësi, ka bën një jetë shumë të rregullt, kam gjetë materiale për shembull si përmendin ku kryente pushimit me tonikën, edhe flitet për muajin e mjaltit me tonikën nga Kepi Rodoni deri në Dibër. A bote plazh? Atëherë, nuk mund të them për plazh, sepse plazhi si traditë është pikë në Angli, faktikisht një vend se ka plazhe, por nuk ka diell, kuptohet? Por atje nis për herë të parë plazhet publike, po njerëzit dilin në plazh për të marrë rreze. Normalisht se ishte notar i shkëlqyer, jo vetëm ai, po edhe ushtarët e tij, se notar shkëlqyer sepse lumet me çka kaloshin, s'kishte ura. O kaloshin me va, ose me not, me kuaj, ose me not, pra notar i shkëlqyer. Do të thotë se është edhe la. Pra, kur flasim për këtë pjesë të jetës personale të tij, kjo është pjesa më e bukur, sepse po të flasësh për gjë përgjithshme dhe terminologjisë se nuk i kuptojnë pjesa më e madhe. Jo vetëm them historinë, por lexues të thjeshtë është vështirë për ta arrit, nëse un për shembull flas për doktrinën ushtarake të Gjergj Kastrioti Skënderbeut, për shembull, i kam vënë titull për shembull një Bellus Justum, lufta e drejtë. Ai ishte apo jo lufta e drejtë. Kjo është më shumë e kam trajtuar në aspektin filozofik këtë pjesë, se sa në aspektin praktik, nëse mund të themi. Shumë pak lexues mund ta kuptojnë këtë pjesë, kurse këto pjesë të tjera, siç përmenda, janë më pikante dhe tërheq, jo vetëm lexuesit të thjeshtë, por edhe historianët dhe studiuesit që merren me jetën e Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Interesante, Paulin. Se ti the për jetën sentimentale. Po. E beson se s'kishte harem? Atëherë. Kur e mendon se në fakt ti the krishteri i devotshëm, po ne e dim se kishte papat që atëherë marr një shembull. Preferonin këto. Shikoj, është historian. Nëse flasim s'ka pas as ti para Donikës? Atëherë nuk ka dhënë për bollkam kërkuar për jetën sentimentale të tij, është shumë e vështirë, por deri tani është e pamundur, qoftë edhe dicën më të vogël, se mund të ketë qenë i martuar ose ka pasur marrëdhënie të tjera përpara, sepse pse ka ndodhur kjo gjë? Sigurisht e ka pasur. Ne jemi bindur për ta se bat fjalë kjo pjesë. Jetuar në Perandurinë Osmane, një general me emër, njëri shumë i famshëm, ishte ushtaraku komandanti i kalorësisë më i suksesshëm në Perandurinë Osmane. Aq i famshëm ishte në Perandurinë Osmane se u bë famshëm edhe jashtë. Kjo është arsye se u zgjodh edhe kryetari i Kuvendit Besëlisë Lezhës, sepse ishte famshëm atje dhe u bë famshëm si armik i të krishterëve duke luftuar për osmanët. Pra, aso kohë nuk i mungon asgjë. Për sa i përket luksit. Dhe Osmanët dimë se osmanët sidomos kur flasim për botën orientale se çfarë luksi të shfrenuar jetonin. Edhe këtë pjesën e haremit që përmendëm. Do të ka qenë shumë i kujdesshëm. Atëherë, historianët, nuk them se ka qenë si kujdesshëm, por historianët nuk janë marrë me jetën sentimentale, por fokusi i tyre kryesor ka qenë kryesisht te jeta dhe vepra e tij. Dhe kjo është arsye se të dhënën mbi jetën e tij sentimentale mungojnë plotësisht. Derisa përmend një historian deri tani unë s'kam gjetur. Uroj se ose unë dëshiroj të gjej vetë material të tillë, por uroj se të gjej edhe një historian tjetër pas mejet. Pas botimit libër. Marak do të ngelte shumë, po do të dëshiroj shumë se po këtë ngjet diku edhe në mënyrë tërthor dilte një lloj informacioni, po jo romane historike, flas dokument, i cili burim dokumentar i cili afakton diçka të tillë. Dhe desha të përmend një historian që thoshte si aventurat më shumë se autorët e tjerë, është një prit francez, ka botuar një libër 1709, është bazuar te Jacques de Lavardin. Vetë ky Jacques de Lavardin është bazuar te botimi i Berlinit, që ka përkthyer në francezisht më pas ka ardhur si përkthim në anglisht. Dhe flet për jetën e Gjergj Kastrioti, thoshte është e çuditshme. Thotë kjo është prift vetë, Jean Nicolas Duponset, thotë është shumë e çuditshme, gati e pabesueshme, një njeri që ka bën një jetë, ka jetuar një obor shturë, siç ishte oborri Osman, harem ka jetuar edhe në harem e sultanit, edhe nuk ka asnjë të dhënë për jetën e tij, domethënë sentimentale në të kaluarën për Perandurinë Osmane para se të martohej me Tonikën. Pra, nuk ekziston asnjë histori. Sigurisht, ta them edhe një herë, sigurisht që ka pasur histori të tilla, por nuk janë të dokumentuara dhe asnjë autor nuk përmend këtë pjesë të tij. Kjo të intrigon më shumë. Pa diskutim më kuptohet, por nuk është fokusi kryesor i studimit tim kjo pjesë. Atëherë, nëse gjem material burimi lidhur me këtë pjesë, mund të bëj një studim, jo libër, një studim të posaçëm për këtë pjesë, por deri tani nuk kam gjetur tajna. Se unë mund të bazohem për të interpretuar, se nuk mund të hedhim fjalët kuturo. Kuptohet, historia nuk shkruhet me dëshira, shkruhet në bazë të burimeve të shkruara, në bazë dokumentave. Diçka që e ke merak për ta thënë sfundmi për heroin kombëtar Gjergj Kastrioti, për punën tuaj që po bën, për çka ju keni dëshirë? Merak. Vetëm merak në aspektin profesional për të arritur për qytetin është kjo mendimin e aktorëve të tjerë, kuptohet se unë mund ta unë nuk mund të hesht derisa të arritoj ajo ditë, është siç përmendëm më parë, shpallja e 2 marsit fest kombëtare. Por kam një dëshirë tjetër, duke qenë se
lezha, kjo është edhe e shpirtërore, morale, edhe është edhe nga një anë edhe personale. Duke qenë se lezha, deri në vitin 1390 ka qenë kryqëziteti i principatës Dukazinëve. E duke qenë se Lek Dukazini, figura më e njohur, pas Gjergj Skënderbeut, dhe më famshmja, më shumë ka toponime që lidhen me Lek Dukazinin veri se sa me Gjergj Skënderbeun, ishte më i vonë, jo më i famshëm, por më i vonë, edhe duke qenë se kujtimet e tij vijojnë të jenë akoma të freskëta për malësitë e veriut Shqipërisë. Jo vetëm kanuni, toponimet, ka thënë Leka etj janë ruajtur me kotën e brez pas brezi. Deri më sot, përveç një bustit vogël që ka në muzeun e Skënderbeut në Krujë, nuk ka asnjë monument që të Lekës së Dukazinit. Uroj dhe shpresoj shumë që t'ja arrijmë ditës që ta vendosim një shtatore të tij, jo kaq madhështore sa Gjergjit, sepse do t'i krahasojmë. Nuk mund të krahasohen. Po, nuk krahasohen, me Gjergjit krahasohet asnjë. Nuk krahasohen. Atëherë të vendosim një shtatore Lek Dukazini, Lekës së tretë, se kështu ka qenë Leka e tretë Dukazini në qytetin e Lirës. Unë kam shumë dëshirë të realizoj diçka të tillë. Në mos qoftë mendimin e bashkisë duhet ta realizojmë me donatorë, por diçka të tillë duhet bërë s'bën. Vetëm merrni leje që mos shkoni 7 vjet. Jo, kjo nuk ndodh më sepse tani s'mund ta ngarkojmë sheshin, kuptohet se janë mbledhur monumente plot në shesh, do të gjejmë një vend tjetër, nuk është zonë arkeologjike. Kemi ma thirr dokumentacion, i mbulojmë gjitha si bashki nëpërmjet vendimit të Këshillit Bashkiak, edhe të kryetarit të bashkisë, dhe mund ta realizohet krejt lehtë në krahasim me maratonën, po themi kalvare, mund të themun, se kemi hequr plot 7 vjet për vendosur shtatoren e Gjergjit. Paulinë, unë të falenderoj që ishte në Thuja Gjergjit, ju uroj suksese ju për librin, çështën e diel për 1 dhe 2 marsin, dhe shihemi në momentin kur ju të publikoni librin dhe na thuash ato gjithë vërtetat që ne sidimit. Po, tani duhet shumë kohë se libri do të dalë po më shumë se 1500 faqe, me format akademik. Do na thuash ti më shkurt, pa punë. Atëherë do të bëj një përmbledhje të shkurt, por kur të atëherë ta premtoj këtu, më thon. Pas postimit në Facebook. Vendi por se do të promovoj, do të jenë të ti. Këtë ta premtoj sigurt. Kur do që ta mbaroj. Faleminderit shumë ty, ishte shumë kënaqësi, sukses e mbarësi pafund të dyve, ty dhe Elidonit. Shikues të podcastit Thuja Gjergjit, kjo ishte biseda me historianin Paulin Zefi, besoj u kënaqet, unë jashtëzakonisht shumë, shihemi në takimin e radhës me të tjerë personazhe shumë interesant.